Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, secili njeri dëshiron me jetu jetën në mënyrën më të mirë të mundshme, më të lehtë dhe më të sigurt. Dhe kjo nuk është e pamundur, vetëm se njeriu duhet i përmbahet udhëzimeve të Zotit të Madhreshëm. Jeta kësaj bote padyshim se ka një projektues të dijshëm, Allahun Xhelle Wala. E ka mbikëqyrës projektuesin e vet, Allahun Xhelle Wala. Dhe qëllimet e kësaj jete padyshim se janë fisnike, sepse rruga për ku jemi nis, edhe vendi për ku shkojmë ne, është vendi më i mirë dhe më i bukur që mund ta ketë ndruar dikush në jetën e kësaj bote. Të nderuar vëllezër besimtar, duke pas parasysh shumë rrethana të ndryshme në cilat jetojmë dhe orientimet e gabuara të njerëzve, me lejen e Zotit të Madhreshëm sot është fizorastin që ta fillojmë diskutojmë për një temë që mendoj se është e rëndësishme, e ajo ka të bëjë me rregullat e jetës. Të ndershëm vëllezër besimtar, në gjërat më të thjeshta të kësaj bote, nëse nuk ekziston një rregull, nëse s'ekzistojnë kritere, dështon. E lere më për gjërat e mëdha, kur bëhet fjalë për jetën, për objektivat e jetës. Nëse njeriu nuk i pason rregullat, nuk i zbaton rregullat, si ka mundësi që jetën me kthy në favor të tij, nëse shkel mbi parimet e jetës. Andaj vëllezër të dashur, kriteri i parë i kësaj jete është besimi në Zot, sepse në ligjrat të tjera do t'i përmendi, por çdo ligjrat ka një. Preambula ose rregulla më e madhe dhe kryesorja e kësaj bote është besimi në Zotin e Madhreshëm. Shumë gjëra në këtë dunja vëllezër i zgjidh besimin në Zot. Sepse njeriu edhe pse është krijesë intelektuale e dijshme, Zoti i Madhreshëm si ka dhënë mundësi me kuptu shumë për veten. A mund ta merrni me mend të dashur vëllezër se por këtë kozmos që e shohim ne sot, e shohim me sy. Dhe në anën tjetër, krejt argumente shkencore me një anë kanë informacione vetëm 0,3%. Këtë e thuajnë shkencëtarët. Çish ndihesh me jetu me një planet kur s'ki një uri ma shumë se sa 0,3%. Qysh ndihesh ti nëse e analizon veten e ti s'ki informacione për veten tënde. Dhe ti nuk e njeh veten tënde. Ti se njeh dimensionin real të jetës tënde, dhe të vetës tënde. Për shembull, deri sot jemi bashk trup dhe shpirt, por një moment ndërpritet frymarrja dhe ti bashk këtë person tjetër. Qysh me shpjegu këtë element? Nëse nuk ndërhyn feja dhe më të shpjegu se për shka po bëhen fjalë. Vëllezër e dashur, është interesant një ngjarje. Njëri prej arabëve të vjetër, ka ecë për shkretin, ka qenë i dijshëm mirë, por në atë kohë vetë sa ka zbrit, ka ardhur pejgamberi. Edhe të shku rrugës ky me karavanin e vet. Ndërkohë që deveja me cilën udhtonte, sepse kanë pas zakon arabët edhe popujt e mëhershëm, ku kanë rrugtu me karavana të ndryshëm, atë devën e parë e kanë zgjedh më të mirën, më të bukur, më të fortën dhe e kanë zbukuru. Edhe siç ka qenë to eca në shkretin, sepse devës i thojnë anija shkretinës. E vetmja që i mbijeton rrugëve të gjata, sepse Zoti i Madhreshëm e ka projektuar për një mision që asnjë pikë të tjera nuk i reziston. Edhe siç ka qenë to eca e rrugës, devja ndërkohë bjen tokë pa frym pa kurrë. Edhe ky njeri i dijshëm arabi, mirë po ende nuk ishte takuar me Islamin, me dinin e Allahut azza wa jall. Edhe fillon e përshkruan devën. Thotë, çka ndodhi me ty? Para disa sekondave, a nuk ishe teja që i prishe karavanit? Tash po ti shoh këtë gjymtyr ti ki në rregull, pse s'merr frym ti? Kusht ka kurdis? Kusht
ta ka afatizu jetën që ti në qintat sekondit me kanë kam dhe me ra për toke, pa të mungu as të gjë tjetër dhe ti nuk lëvizma. Thot, kush ko ka qaj cili pas ka vendosur për fatin tanë? Edhe për fatin e shumë krijesave tjera. O ishte një gade për shumë gjatë. Edhe në fund thot, subhanallah, ma dha Zotin i shembull me kuptu se një ditë edhe kjo gjithësi e madhe, me këtë elementet bukra që i ka kurdis dikush tjetër dhe në ditë ka me marë fund. Edhe dili me madhësinë e vetë, edhe hana me madhësinë e vetë, edhe yjet e toka dhe qejet e detrat, kush i ka kurdis dhe kur ja ka dhënë fatin, kanë me përfundu një nga një e mbrapa tha kësaj bote që në ka një arkitekt i madh, i cili s'ka fillim dhe s'ka mbarim, është Zoti i madhrishëm. Pra vëllezër e dashur, kriteri numër 1, rregulla numër 1 për me jetu jetën se bote është besimin e Zotit një. Kushdo që ka ardhur në këtë dunja dhe nuk e ka pa këtë botë përmes dritarës së besimit, ai ka me dalë i zhgënjym këtë botë. Në radhë parë s'ka me shiju asnjëherë mbërësinë e jetës, edhe ka me dalë i zhgënjym për kësaj bote. Kush po e thot këtë fjalë? Po e thot krijuesi i botës. Po thot krijuesi i njeriut, Allahu xhelle wala. Allahu na thon në Kur'an, e kush bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femën, o huwa mu'min, dhe është besimtar, tha ne do t'ja bëjmë jetën të lumtur këtë botë. Dhe në botën tjetër do t'ja shumë fishojmë shpërblimin. E kush tjetër nuk beson në Zot, do të sillet vërdall në analet e jetës dhe në ditë do ta kupton se ka ecë në kahit gabuar të jetës. Pra vëllezër e dashur, kriteri numër 1 kësaj bote është besimin e Zotit një. Ania vetme e cila është kriju për mi projektu valve të jetës dhe është ania besimit. I than njanit prej njerëzve të dishëm, than qysh ke rrugtu deri sot? Ishte njëri meqëm, e i than qysh ke rrugtu deri sot? Ai 90 vjet, tha rruga deri këtu ka qenë e gjatë, sepse prej lindjes deri në 80 vjet, 90 vjet është shumë e gjatë. Për njeri në fjallë, edhe pse shkon shpejt. Wallahi, tha kam rrugtu me 2 anije. Tha kam rrugtu me anijen e besimit. E tha kur valët e jetës më provokonin, tha ndrojsha se anija besimit më tha, kur të provokohesh këtë dunja dhe të sfidohesh këtë dunja, veç din trakën tjetër që quhet traka durimit. Pra, vëllezër e dashur, anija e besimit është shumë e fuqishme. Aja rënohet vetëm atë ditë kur të rënohet toka dhe qielli. Vetëm atë ditë kur Allahu t'i jep urdhër që mos funksionon më asgjë prej jashtit Allahut deri në tokë. Dhe çkatërrohet gjithçka dhe mbetet vetëm Allahu xhelalu ala. Ama deri atë ditë ky besim ka me kanë rruga vetme për gjithë ata që dëshirojnë me shiju jetën e kësaj bote. Vëllezër e dashur, është transmetuar me një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku kemi fjalën se besimin e Zot ta mundson me shiju jetën dhe me kanë i sigurt në jetë. Në ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe këtë hadith e transmeton Ibn Mesudi, ka thonë mos provoni mi bën njerëzit të lumtur me diçka që i dhuron Zotin e madhrishëm. Se s'mundesh me bën të lumtur dikan me diçka që e ka hidhron Zotin e madhrishëm. Tha mos e lavdroni njerin për diçka që s'është e vetja, i ka dhënë Zoti i madhrishëm, s'është e tina. Tha sepse nëse lavdroni për diçka që s'është e tina, i keni bën padrejti. Shumë gjana në këtë dunja kemi se antonë, dhe kanë Allahu xhallahu ala. E ai kur t'jep edhe merr, sepse vetëm ti i takon gjithçka. E na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos provo me ndryshu të vërtetën për shkak të frikës të rrezikit tanë, sepse askush s'është më i kujdesshëm në rrezikin tanë se sa Zoti i madhrishëm. Dhe në fund na tha pejgamberi alayhis salam, Allahu xhallahu ala me drejtsinë e tij absolute e ka lënë lumturinë e kësaj bote në besim. Dhe me drejtsinë e tij absolute dëshpërimin dhe hidhrimin e ka lënë në jo besim. Pra i cili ka zgjedh rrugën e besimit, e ka zgjedh rrugën e pastër të jetës dhe lumturinë e tij. Ai i cili ka zbrit pe anijes së besimit, ai thjesht ja ka kriju një barikat të keqe vetës dhe vështërsitë e kësaj bote
kanë me qenë një nga një. Pra të dashur vëllezër, besimin e Zotit është forca me cilën njeriu duhet me rrugtu jetën e kësaj bote. Dhe me dhanë kuptim shumë gjana me cila vjetojmë këtë dunja dhe s'kanë shpjegim, dhe me jetu pa frikë për të ardhmen, sepse ati që kemi besu vetëm ai ka frejt e botës në dorë, Allahu Gjelle Wala. Dhe krejt në fund të dashur vëllezër, e pyetën njënin prej gjeneratës së dytë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ishte i shtyr në moshë, por ishte i dijshëm shumë. Tha, na trego pak për historinë tënde, për lumturinë e kësaj bote. Ai tha, po bën fjalë për Hasan al-Basriu, ka shumë fjalë mëdha këtë dietari i madh. Tha, besimi mi ka mësuar do gjana që si kam pa dikun tjetër. Tha, që më pengojshin jetën e kësaj bote. Tha, çka të ka mësuar besimi? Tha, një kohë gjata së më zanë ke gjumi natën, pej frigës nesra do të kam risk. Tha, e lexova në Kur'an, Allahu na thaj që s'ka risk nuk del në sabah. E ai që s'ka risk këtë dunjas vjen hiç. Edhe Allahu na tha nuk del njeri për se bote për angë riskin e vetë. E tha, u qetësova. Pse me urrejt filanin e halanin, pse të mos jetoj i lumtë dhe i qetë, kur e di se askush nuk ndërhyn në kaderin Allahu Gjelle Wala. Edhe dyta tha, e kam lexuar tha librin Allahu Azza wa Jall dhe kam gjetë se Allahu i ka lënë do detyra për njerin. Edhe ato detyra s'kush t'i bajnë ka për ty, du mi ba vetë. Tha, kam fillu me i ba dhe kam pa që jeta rregullohet vetë. Edhe më rëndësisht mja tha, vëllezër, e kam kuptu se projektuesi kësaj jete në ka thonë kujdes mos rshit në për rruga bune, sepse sa ma fell që shkon ka e keqja, aq plag të randa kemi a kriju shpirtit tanë. Aq vështërsi kemi kriju zemrës tanë. Edhe në ditë komentar momenti dhe ti me pa jetën tanë të kapushme. Ta kështu që kam vendos ti qëndroj besnik besimit, të mos lajthitin jetë e kësaj bote, dhe kam pa se jeta jem është rigjeneru, kam jetu i lumtur, i qetë, edhe i qetë të shkoj të Zoti Madhrishëm. Pra kriteri parë kësaj bote vëllezër është me njoftë Allahun Gjelle Wala, me njoftë besimin. E dini vëllezër që shonë njerin këtë dunja. E kam thonë këtë shembull për përsëriti. Së ku me shku musafir me një shtëpi, edhe mi gjetë këtë gatsh me mrena. Edhe pronari më thonë, krejt që të pash këtu, shfryzoj. Po t'jap qelë që atë rri. Edhe në ti me ka një pandërgjeshëm me prish, me fillu me prish të pijen, me prish po diçka. Dhe kur djemë pronari mas një muaj, 2 muaj, me pas se t'ja ke barë rëmuj shpijen. Edhe më thonë pronari, stop, s'lama me jetu u dileshtë. Allahu e ka kurdis këtë jetë që të njërë, dhe i ka thonë njërit, ajde të ashtu musafir. E ki tokën kryune, gjanat mët elementare tjetës papare, ujin gjitha, rri, shfridzoj, knaqu, po më saro se i përka shumë, e njeriu me fidu me bashkë rregullime. Qka bënë Zotin i ditë? Thotë, stop, s'ka ma jetë në këtë dunja. Sepse ai që të ka kryu ti merë frejtë, ai që ka fuqi më të prunë këtë dunja, ai dhe të hekë për se bote. Sepse në tokën e ti jetojmë ne. Emanetin e ti e bartë në trupin tonë. Gjithë shka është për ti. E nëse ne shfrytëzojmë rrugë të gabune, sigurisht se një ditë, thirë si në thotë stop. Nuk ka mundësi më ti me shkel në tokë të Zotit Madhrishëm dhe me jetu në në qelën këtë për Zotit Madhrishëm. Pra vëllezër të dashur, nderuar rini, rruga e jetës është e gjatë. Nëse do në me mbyll mirë, fillohe me besim dhe pyete Allahun Gjelle Wala për çdo etapë të jetës, sepse askush nuk don më mirë më shumë sa Zoti, e askush nuk e njeh këtë botë më mirë se sa Zoti i Madhrishëm. Ktu be përfundoj për çakos. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha. Të ndëruar dhe të respektuar vëllezër besimtar. Me të vërtet, Zoti i Madhrishëm e ka privilegjuar njeriu. E ka pajisur me mendje dhe dije. I ka dhënë intelekt që njeriu të mendon dhe të mediton rreth asaj që ka kriju Zoti i Madhrishëm
dhe ta ndërton jetën në binar të sigurt. Dituria është vlerë e shtuar në jetën e besimtarit. Është kriteri pothuajse kryesor mbi të cilën ndërtohet, menaxhohet dhe zhvillohet jeta e njeriut në jetën e kësaj bote. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar. Në vazhdim të temës së kaluar, kriteret e jetës, sot me lejen e Zotit të Madhërisëm do ta përmendi një prej kritereve pothuajse pas besimit kryesor në që vlen për ndërtimin, zhvillimin dhe menaxhimin e jetës në jetën e kësaj bote, aja ka të bëjë me diturinë. Vëllezër të ndershëm, Zoti i Madhërisëm e ka nderuar njeriu sepse e ka bën të dallon prej tjerëve për shkak të intelektit, të mendjes. Mendja është dhurata më e mirë që Zoti i Madhërisëm ja ka dhënë njeriut, e ka zbukuruar qenë një njeri. Andaj edhe dituria është mjet shumë i rëndësishëm për ndërtimin e kësaj bote, për lehtësimin e procedurave dhe proceseve të jetës në jetën e kësaj bote. Imagjinohen njeriu e parë të dashur vëllezër, i cili shkel për herë të parë në sipërfaqe të tokës, e Zoti i Madhërisëm ja mëson gjërat më elementare të jetës. Dhe Allahu na thon në Kur'an: "Wa'allama Adama al-asma'a kullaha." E Allahu xhalla wa ala kur e pruni Ademin në tokë, thot ja mësoi rregullat e jetës. Ai nuk e dinte çka është toka, nuk e dinte çka është ajri, nuk e dinte çka është uji, nuk e dinte çka janë kodrat, malet, fushat e kështu me radhë. Dhe Zoti i Madhërisëm, duke qenë se është i mëshirshëm dhe i gjithdijshëm, e mësoi Ademin alayhis salam dhe pastaj prej tina të gjithë njerëzit në vazhdimsi vinë të mësu gjërat të nevojshme për jetën. Vëllezër të dashur, kur ka zbrit ajeti në Kur'an, ajeti i parë në Kur'an kur ka zbrit, se kemi temën të dija si vlerë, po flas si mekanizëm. Kur ka zbrit ajeti i parë në Kur'an te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i thot lexo. Është shumë interesant. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka ditë shkrim as lexim. E dini pse s'ka ditë pejgamberi shkrim as lexim? Sepse me pas ditë pejgamberi shkrim ose lexim, e kishin akuzuar se ai po lexon librat e mëhershme dhe po flet diçka dhe po e përzin të vërtetën me të pavërtetën. Por pejgamberi s'ka ditë fare lexim. Hiç asnjëherë. E tash, qysh i thu një njerit që nuk di me lexu, qysh i thu lexo? Allahu e zgjedh pejgamberin në shpellën Hira, ja zbret Xhibrilin, edhe fort e lëkund pejgamberin dhe i thot, ka marrë me lajm për Zotit dhe Allahu po thot lexo. Dhe pejgamberi thot nuk di me lexu. Dhe transmetohet se Xhibrili 3 herë e ka vu në siklet derisa e ka rrot fik pejgamberit, e Allahu po i thot pejgamberit lexo në emrin tan. Vëllezër, Allahu duke qenë se është i fuqishëm, i gjithdijshëm, ai në qinta të sekondit me latmadhrinë e tij ja ka mundsuar që pejgamberi të përsërit fjalë që ka thënë Xhibrili. Se po flet krijuesi, atij si duhet germa, as nuk i duhet koha. Dhe ai thot lexo dhe në moment e ban pejgamberin me lexu. Dhe çusa interesant. Po nalmi te pjesa e 5 të ajetit, jo te i pari. Allahu thot iqra wa rabbuka al-akramu alladhi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allahu thot pejgamberit dhe lexo në emrin e Zotit tan, i cili është bujar. Aja ka mësuar njeriu ata që nuk e din sot. Ja ka mësuar sot ata që s'ka ditë. Pse Allahu nuk i tha pejgamberit lexo në emrin e gjithdijshmit, sepse Allahu është i gjithdijshëm. Po i tha lexo në emrin e atij që është bujar, se një prej emrave të Allahut është bujar. E dini vëllezër pse? Sepse ata që ta jep Allahu nuk lyp prej teje kompenzim. Allahu ta ka dhënë mendjen, po s'ka lyp prej teje kompenzim. As nuk ka lyp me qitë shmim mendjes. Dhe secili prej neje kur flasmi për mendjen, e dim se sa ka vlerë. Dhe shpesh lutemi o Zot, mundson ai dalmi prej kësaj bote me mend. Sepse çmimi më i madh që posedon njeriu këtë botë është mendja.
Allahu po i thot pejgamberit, thuju njerëzve, lexoni në emrin e Zotit tënd i cili është bujar, të ka dhënë shumë sene dhe s'ka lyp për te kompenzim, sepse ti s'munësh me qitë çmim. Ai ta ka dhënë mendjen e ti nuk i me çka e kompenzon këtë dhunti. Prandaj është bujar Zoti i madhrishëm. Vëllezër të dashur, dia është një kriter shumë i rëndësishëm që ja lehtëson njeriu proceset e jetës. Dhe po jap një shembull thjesht që të kuptohemi për çfarë po bëjmë fjalë. S'po flasmi si vlerë, por si mekanizëm. E shefni unë flas këtu, nuk jam të bërtit. Por dikush ka shkri mend para meje, edhe e ka shpik mikrofonin. Do të thonë dikush ka shpik, dikush ka shkri mend, mundi dhe ndjerës, dhe e ka shpik mikrofonin, dhe unë e flas normal, e dikun tjetër 25 metra distancë njët zhurë me zonit tem. Dikush meriton të falenderohet për kontributi që ka dhënë. Më interesantja vëllezër, gjërat më të mëdha të jetës që i shfrytëzojnë sot njerëz, i kanë shpik mendit e ndritura me lejen e Zotit madhreshëm, sepse njeriu nuk mund me mësu pa dash Zotin. Dhe për çdo shekull Allah jep diçka që s'ka ditë ato para neve. Ne do dim shumë këtë shekull. Shumë gjëra që s'kan ditë ato para neve. Ama kur të kalon një shekull dhe vijnë brezat e ri, në shumë gjëra kanë ditë ato që s'kemi ditë na. Allahu po thotë allem el-insane ma lam ya'lam. Ja mëson njeriu ata që s'ka ditë dje. Shumë gjëra s'kemi ditë dje mësuam sot, dhe shumë gjëra të tjera do t'i mësojmë nesër si më ditë sot. Kush ka imën vetu? Pra vëllezër, gjërat më të mëdha në jetë i shfrytëzojna, ama njerëzit më të dijshëm kanë derdh njerëz për mi bën ato sene. E ati s'ja di emrin. Asun s'ja di emrin. A vozit mi kërë 200.000 euro, 1 milion euro. A e një inxhinierin asaj veture? A e di emrin? A e din se sa ka shkri mend ai që ti t'jesh komod në vetur? Hypin ballon, edhe krenomi thot pritëm se po vi për 2 orë, po pi kafe. Ku e di unë, në Gjermani, në Zvicër. Haron se 13 milion pjesë i ka balloni. 13 milion mend janë shkrinjë për me hypjen ballon. Dikush ka dhënë njerëz për të punë. Por këtë arsye çmohet dia. Dhe vlerësohet dia është kriter. Në ka thënë Allahu xhelle wala, kul hel yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Tha thuju, a doni mi bë të barabartë ato që dinë me ato që s'dinë? A bën i barabartë i vdekurin me gjallin? Hija me dillin, drita me errësirën, Allahu tha këto zbarazohen dhe nuk barazohen ato që dinë me ato që s'dinë. Veç në shqiptarët nuk i shmuem njerëz të dishëm. Ne kemi një smundje patologjike vëllezër. E kemi një smundje shumë të rëndë që e bartmi gjenetikisht. Ne nuk di me respektu dishme. Si në për me gjlise, qof dek, qof drek, qof darsëm, qof ku e diçka, sheni akademik, sheni intelektual, në e bojmë poqavër se popli. A një popull që i abuzon me djetarët e vetë, nuk e shet dritën të si. Por këtë arsye tjerë kanë mërin vëllezër, se i kanë besu dijes, edhe i kanë shmu djetarë. E dini të dashur vëllezër që Islami nuk vlen pa dije, kriteri numër 1 i besimit në Islam është dija. Po s'pat e dijes, çka do që të bashkë nuk pranohet e Zotit madhreshëm. Ku ke pa popull me ungrit dhe me u krenu pa dije. Thot Ibn Mesudi, e kam dëgju pejgamberin të thonë se Allahu xhelle wala nuk jep krenari një popullit që është ignorant. Edhe Allahu nuk jep krenari një popullit, nuk e poshtërson një popull që ka dije. Sot bëjnë gara njerëz të dijshëm, popujt e dijshëm me dije, me teknologji, me arsim, me shkencë. Në shqiptar këna me bë gara me tallava. Me çka me gara me botën e sot? Me çka? Me lakurisi, me zhreshje? Të tjerë të bëjnë gara me armatimin më të madh të mundshëm që e posedon sot koha. Ne nuk kemi gjendje një çekiç me prodhu. A me nanina për oda thu që fati këtë që botët e në ndorë tonë. Na shqiptarët jemi shumë, shka jemi na?
Çka jemi na? A ke lexuar kur të bëhet testi se sa lexojnë shqiptarët ku jemi na? Çish po do me arrit pa lexuar? Ullën kryet veni, edhe do të me nguna gjysore pralla të kallëzu, një libër se ka lexuar. More kështu nuk shkon një do vëllezër, o juri një dashur. Nuk shkon kështu. Kur të ngritemi, komë në ngrit Zoti. Kur të vedisohemi, komë në arë fitore që për e lypmi. Ama kështu në përdur të huja, s'na vjen fitore. Di shka në përdur të huja, sa të ban rahmet ka i më të ban ty. Së është jetë kjo, nuk ka krenari kjo. Allahu në ka përësit. Vlezër, dhe po e përfundoj se ku është e shpejt. Janë dy lloje dije në këtë dunja. Tema shumë e gjatë, në herë tjetër do të flasmi sigurisht një 3-4 muaj, për këtë temë po sot vetë kalim the kam. Janë dy lloje dijes, vëllezër. Një lloj e diturisë është e domosdoshme, duhet me ditë secilin këtë dunja. I madh dhe i vogël. Ajo është dija me njoh Zotin e Madhrishëm. Edhe një lloj diturie që është obligim vetëm për një kategori të njerëzve. Por ka, a mune me maru në ballang të një mi vetën në xhami? S'mujna, s'është dije jona kjo, nuk është profesion jam i kjo. E kanë obligim ata që e njohin mirë këtë çështje. A mune me maru atom në këtu? A fajsomi pse s'di me ba atom? Jo, sepse s'është profesion joni. Ama në mesin tonë dikush domosdoshmërisht do të me ditë me ba atomin. Do të me pas metafizikan, do të me pas na edhe biokimist se ku e diqka. Ky popull do të me pas, o vëllezër, në çdo fush ka një lider. Ne e patëm një shqiptar që ka marrë çmim Nobel për shkencë në botë. Vallahi po të garantoj, mos më ta përmend emrin sot ti se di. E di pse se di, se media tona kanë me reklamu të turpshmën. E nuk e njohin shkencëtarët e vetë. Ishte me origjinë shqiptare, jetojnë në Turqi dhe morë çmim Nobel në Amerikë për atom. Ferit Murat e Gamin. E nje këtë bota kush është? Populli jo nuk e nje. Sepse himin a për shtëpia këna mi pana indiankat e indian në për shtëpia. Nuk e shumë i shkencëtari me laps në dorë. Një popull që e mohan, një popull që shkelbi dignitetin njerëzve të dishëm, a i ko me bredh rrugëve të botës, t'ju në gjitë hernjat e tjetrit. O vëllezër, Allah në ka dhonë shumë, për nëse se përdojmë në përshërsan Zotin Madhrishëm. Sa intelektuali kemi sot këtë dunjanë. Sa të ri kemi që kanë potencial nesër më bo metafizikan të mëdhaj, më bo biokimista, më bo një inxhinier të mëdhaj. Ne i përbuzmi rrugëve tjetës. Edhe vujna pastaj. Pra një lloj e dijes e diturisë është farz për këtë njerëz, që është farz me ditë shkronjat. Farz me ditë me lezu dhe me shkru, farz me ditë matematikën, me llogaritje jetën se bëhet e gjëra elementare. Ndërsa farzi madh bëhet vetëm për ata që Allah ka dhënë potencial të madh, dhe ato përmes matematikës, metafizikës, fizikës, ku diçka, arrin dhe bëjnë projekte të mëdha në dobi të shoqërisë. E na duhet mi pas vëllezër dashur të njerëz. Sepse kriteri mbi cilën ndërtohet jeta dia, do të më çpu dijen o vllazni. Mos i thuj për fëmijës tan duhet pa të pasur, po thuj duhet pa të dishëm. Se më kjo pasuri u bë banale, gjithkush u bë i pasur më. S'na ban më përshtypje. Ndoshta jemi kanë popull që kemi vujt na për bukë dhe na ka bë përshtypje kur kemi pasur dikush ka pas bukë. Ama sot s'na ban më përshtypje pasuria. Alhamdulillah, Allahu ka dhënë me shumicë këtë na. Ama po do na mbi pa në të na prim njerëz të dishëm në gjitha fushat e jetës, sepse kriterin mbi cilën ndërtohet jeta dia. Dhe unë këtu po përfundoj detyrimisht për shkak kohës, duke lutur Zotin e Madhreshëm që të na vëdison, të na ban krenar përmes kanaleve të dijes dhe të na përmirëson gjendjen e përgjithësi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Të ndëruar dhe të respektuar vëllezër besimtar. I jemi mirënjohës Zotit të Madhreshëm, i cili na ka krijuar dhe na ka udhëzuar. Dhe mbi gjitha na ka bërë pjesëtar të kësaj feje të madhe dhe na ka bërë pasues të rrugës së lavdishme
rrugë të cilën e ka ndjekur dhe ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pa dyshim se secili besimtar në jetën e kësaj bote, përveç se është krenar dhe është me fat që i takon kësaj feje, ai në jetën e kësaj bote bën përpjekje maksimale që të pajiset me vlera dhe virtyte të kësaj feje të madhe. Të ndershëm vëllezër besimtar, në vazhdim të temës së kaluar në lidhje me kriteret e jetës, sot me lejen e Zotit të Madhërisëm do ta përmendi kriterin e tretë që ka të bëjë me proceset, me durimin në jetën e kësaj bote. Vëllezër të dashur, kemi thënë shumë herë dhe kjo është rregull që s'lëviz. Askush nuk e njeh jetën më mirë se sa Zoti i Madhërisëm. Askush nuk e njeh qenë njeri më mirë se sa që ka kriju. Askush se njeh këtë kozmos në detaje më mirë se sa krijuesi vet. Dhe ne jemi njerëz që jetojmë në një planet. Por shumë pak dim për shumë krijesa tjera. Madje s'dim as për veten tonë shumë. E ai që di për neve shumë, edhe din detaje për secilën krijesë, ai është Zoti i Madhërisëm. Ai e ka porosit njeriu që në jetën e kësaj bote për mi realizu qëllimet më të mira të jetës. Sepse krijimi i jetës është me motiv pozitiv. Objektivat e jetës janë shumë të pastërta, shumë ideale, por jetë që në rrugë si për njeriu i devion pikpamjet. Për ndryshe Allahu se ka prun njeriu në këtë botë me degradu. Nuk e ka prun Allahu njeriu në këtë botë që njeriu me deviju. Sepse qëllimi se bote nuk ka qenë devijimi. Por njeriu në rrugë e sipër, tjetës e bote, shmangët prej të vërtetës, e pasaj normal, edhe rrshet keq në rrugë të jetës dhe devijan. Pra qëllimi i jetës është shumë fisnik, por ja që njeriu shpeshherë edhe e devijon rrugën e kësaj bote. Zoti i Madhërisëm, të dashur vëllezër, e ka mësuar njeriu se si me jetu në jetën e kësaj bote. Kriterin e parë kemi shpjegu. Allah e ka porosit Ademin, ka thonë me besu. Sepse po të çojë me një botë të panjohur. Ademi alayhis salam ishte në xhennet dhe njeriu është krijuar në xhennet, jo në këtë tokë. Edhe pse i ka materie të kësaj toke. Sepse po mos ti kishmi pas materie të kësaj toke, s'na kish moj toka, s'kish pas gravitet, s'kish pas magnet, s'kish pas kujt diçka, kishme ecë për dynjë, kujt diku. Po na prekmi për toke. Njeriu është krijuar në xhennet, jo në tokë. Dhe Allahu kur e zbret në xhennet, në tokë, i thot Ademit, po të zbres me një teren kogje të ashpër. Nuk je më në xhennet. Je në dunja, dhe fjala dunja e ka kuptimi diçka e poshtme. Diçka, s'ku thonë, disa kanë komentuar dhe si diçka me pak vlerë në krahasim me botën e përjetshme. Disa kanë thonë diçka si fundi dhe pastaj tipi fundit janë të ngritë për pjetë. Ka shumë shpjegime dhe se fjale, po qëllimi se fjale, kjo e mënë është adekuat që ja kalon Allahu xhallahu ala. S'kish me ditë mjalon. Edhe po të kish pat kjo botë, veç një shkrim, ka pas me shkru në të, mirë se erdhët në këtë jetë të vrashtë. Këtu ku nuk ka qetësi dhe rati. E pastaj të kish lanë Zotit të jetë i përvojë nëse mund me gjetë ratin absolute në jetën e kësaj bote. Pra vëllezërit e dashur, e porosit Allahu Ademin i thotë, beso, sepse shumë gjana besimit i zgjidh këtë jetë. E dyta, thot, përmbaj udhëzimit që quhet dije. Edhe e treta i thot, në jetën e kësaj bote ku po shkon ti, gjysma e jetës është durim. Gjysma e kësaj bote lidhet me durimin. Është shumë interesant sepse ka shumë shkrime ndryshme dietarët mëdhej që kanë bërë krahasime dhe kanë shpjeguar se me të vërtetë nëse njeriu jeton 100 vjet, gjysma e jetës tina është gjysma e të arritura të jetës tina lidhen me durimin. Allah i ka dhënë Ademit kish durim. Jetë shku për një botë ku dush me pas durim. Dhe janë një shembull thjesht vëllezër. Allahu xhallahu ala
I thot Nuhit a.s. me ndërtu anijen, sepse i pari që ka ndërtu ani është Nuhi a.s. Edhe ku me ndërtu ani në shkretin, që kodrat zallin atë 12 metra të larta dyndat e zallit. Temperatur ku me di që e madhe, mirë po Allah i gjithdijshëm. I thot Nuhit maru anijen. Nuhi thot me shka është dhët me maru. E që me maru? Sepse kur nuk e pa diçka që shë maran. Allah e mëson. Mirë po të mësimi, Allah u thot një kusht dush me plesu ti tasht. Cilin kusht? Durimin. Pse durimin? Thot se kime mjell një pëmë dhe kime prit 50 vjetë dhe të rritet. E pasaj me prej me banjen. Unë mësoj, ama ti kime duru 50 vjetë. Deri se e të rritet, e ti pasaj me prej dhe me bani. Histori e gatë dhe zërë. Nuhi fliste me fjalë Zotit. I thoshte o njerëz, Allah më ka urdhnu me maru ani, se ka me arë një shi i madh, një ujë i madh. E dhe një vëllezër që djali vete ka shpall të çmendur Nuhin. E ju ka thonë popullatës mos i besoni se baba o çmend. Edhe kur marohet anija në teritorin e Antakis, po jo të sotshmës, po të fol për një Antaki tjetër në histori, janë dobërimi historike që emrat i kanë të ngjashme, por s'është të fol për gjeografinë aktuale. Temë tjetër është kjo. Edhe dashtë, shkretinë e madhe, zallinë e madhe, temperaturë e madhe. Edhe Allah i thot Nuhit thirrin e tij ani. Kush beson, edhe hyn ani, shpoton. Kush nuk beson, s'ka me hyn ani, edhe njëja sekundat. Edhe nuk dhe të oju njerëz, por erë fundit po ju thamë, Allahu po thot hynin ani. Ata që hynën ani hynën. Ata që s'hynën, e ata numëroni tasht sekundat në brapsht. Kodra gjudi, asaj kohe, ka qenë pika më e lartë në nivelin e tokës. Për qintat sekundit toka mid uji mid dishretinës, për qintat sekundit mbulon kodrën gjudi. Allahu tha në Kur'an, nuk tha e kemi lëshu shivin, ja kemi qelë, tha depo të qelit dhe i ka përmbyt ujë, se vetëm Allah e ka këtë fuqi. Me dishretinit më të ardhë ujë. Allah u tha beso, Nuhit, edhe ban durim deri të bante e pem. Vëllezërit e dashur, sukseset më të mëdha në këtë jetë i arrin ato që kanë durim. Është një fush e suksesit ku është e lidhur me durimin. Në atë fush të suksesit s'mundet me arrit askush nëse s'ka durim. Nëse ka durim arrin, sepse dera për me arrit e suksesi është durimi. A jetën e kësaj bote gjysma e jetës është durim. Për këtë arsye pe kriteret me arrit qëllimin e kësaj bote, vëllezër, është durimi. Për këtë arsye ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cilësia më e mirë pas besimit në Zotin ja, që Zoti ja ka dhënë dikujt, është durimi. Edhe Allahu xhallahu ala ka premtuar në Kur'an për durimtarët shpëtim. Është shumë interesant. Kurani nuk fol për shumë çështje. Nuk premton. Allahu s'ka premtuar për shumë sene. Ama për durimtarët ka premtuar 4-5 herë në Kur'an direkt. Një ka thonë unë jam me durimtarët. Kush do që hyn në betejë me durimtarin, ka me humbë betejën. Sa Allahu me durimtarin. Edhe ka thonë nuk mund me të ardh punë të keq nëse ti ban durim. Është premtimi i Allahut xhallahu ala. Ti e sheh ata kësaj bote, rregulla e bote i sheh, po ti se ti të sheftë. Allahu po thot, nuk ka mundësi me dështu durimtarin. Dhe s'ka mundësi me fitu përballë durimtarit dikush tjetër. Dhe historia është plot argumente. Jani shembull vëllezër, dhe po e mbyll. Jusufin alayhis salam. Historia e gatë. E shesin si rob, e marrin tregtarët, e çojnë në pallat mbretëror, e shtin në burg, i bajnë lloj kurthe, duke mos e ditë se ata o të përgatit Allahu për një mision. Edhe kënë burg bajke durim, i durushëm, i qetë, i matën,
Sepse Allah e përgatitë për një teren shumë të ashpër. Në ditë për e ditë jo përmbys bota në të kundërt. Jerë momenti kë me udhëheq këtë botën, pe burgit. Edhe Allah e tha në Kur'an, e kështu i shpërblej durimtarët. Ky bakshish u përgatit për ty, por në mision që së në kishë kryer askush për vështeje. Ama kanë dashur më të kalune për derë burgit, që ti me tregu se i dërguar i Allah dhe durimin e ki me veti dhe me qërin me veti, e tash ti kjarë për një mision që se përmbush askush për vështi. Cili mision Allah? Në perëndërinë e gjitës të asaj kohe, mreti pa një anër, tha, po shandra, po shterën krojt, po shterën lumejt, dhe pi shatë anër, do kafsh të mëdhaja pi hajnë të voglet dhe nasiltës. E pi shatë do kallit të mëdhaj, pi gjegin të voglit dhe nasiltës. Tha, s'po di miran fije kësej pune. Njani tha e kini njëri të meqë në burg, ama se ditë që për nga meri Allahot kë. Tha, kush aj? Tha, kanë min Jusuf. Qka din kë? Tha, në burg, qka e kemi pyta në ka kalzu? E qka e keni pyt që ka kalzu? Tha, imi ka një ditë në burg të bisedu dhe njani tha, kum pa anër, që e kum marë një tepsi me rush, edhe kanë hangë shpen kryet enë. Tha, qka do me thonë kjo? Jusufi tha, po mjën keq, po kom më të nëzirë mreti për burgit, kom më të lidhë në pëmë dhe kanë më të hangë atë farë skifterat e shëtinës. Edhe shkoj një javë ditë të nëzirën për burgit e lidhën për një pëmë, edhe hangën për zgjallë atë skifterat. Tha, qështu ka thonë ajë? Edhe e s'ta pysmi të që, qëken të që hanë dvoglit më dhe nësirtës? Tha, mret, shkurt. Allahu ka me cu bereqet të 7 vjetë. Ama nëse s'ki me në quri 7 vjetë e arshme, kanë me hanë këtë dunjanë për varfrisë. Nëse suri me në gjanë 7 vjetë e para të pasurisë, Allahu ka me përbalë të të njerëzimin me katastrofat të mëdhaja që për 7 vjetë kanë me arë të hangë njëri tjetër për njerëzve. Au, fjallë shumë interesante. Po zgjidhja, tha zgjidhja ekziston. Edhe pasaj Jusufi në atë kohë bëhet ministri i Egjiptit në perandëritë e Firanëve, dhe histori e gatë vëllezër deri t'i vjen momenti të takohet me babën e vet. Dhe baba i vet është çrru për shkak të mërzisë, dhe thot një fjalë o biri jam. Wallahi thot e kam ditë që në këtë dunjë kam të taku. Kam çështë që ditë babë, se Jakubi pejgamber thot se Allah nuk i shgënjen durimtarët. Ama jam tutë, tha jam qërru pe frigës, mos po të devijon kjo botë, që ka deviju shumë para teje, e ma nuk bashkohemi në xhennet. Por këtë arsye vëllezër e dashur, kur t'i qojmë njerëz drejt e vorri, na i thonë o njerëz, o gjeje rrugën e drejtë, se kur gjanë sa muna da vdekja, çka është muna da nesër Allah në ahiret. E ma s'ka bashkim. Kur gjanë sa më në da kjo jetë, në dalë përkosisht, kur kushtënimi vjes këna me rënu, vujtje mërzi, po kalu se me lejnë Allah të zëvëgjel, ama qysh me unda në urë të siratit, dikush për gjennet, dikush për gjennem, dhe Allah thëtë s'ka më bashkim me sëtëre, që kjo është e rëmë. E Allah për thënë Kuran, kanë me shpëtu atë të cilët kanë besu, kanë bë vepra të mira, dhe kanë bë durim në jetës e bote. Zot bëna për atyre që besojmë hak, udhëhiq me fjalët e tua në këtë dunja, dhe shtona i durimin në proceset jetës, dhe dalmi fitimtar nesër para teje, dhe ta fitojmë xhennetin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Të ndëruar dhe të respektuar vëllezër besimtar. Edhe për kundër faktit se në jetën e kësaj bote njerëzit nuk janë të barabartë, nga se Zoti i Madhërisëm secilit i ka dhënë ndryshe prej tjetrit. Megjithatë, kjo botë mbetet botë e garës për të mirë, dhe secili prej nesh e bën të pamundurën që t'i arrijmë gjërat më të mira në jetën
e kësaj bote. Është gabim i madh që njerëzit në jetën e kësaj bote e pasojnë dikën ose emitojnë dikën pa ja ditë historinë, rrugën dhe rrjedhat në për cilat ka kalu ai person. Sepse duke emitu dikën tjetër, duke pasu dikën tjetër, duke lakmu në jetën e tjetrit, njeriu sikurse bëhet i paaft me ndërtu jetën e vet. Të ndershëm vëllezër besimtar, në vazhdim të temës së kaluar, kriteret e jetës, sot dua ta përmendi një kriter që e ka vendosur Zoti i Madhërisëm, aja ka të bëjë me atë se mos e mito jetën e tjetrit. Mos e kopjo dikën tjetër në jetën tënde. Që me thjeshtu për shka edhe po bëjmë fjalë sot. Të ndershëm vëllezër besimtar, nëse lexojmë Kur'anin familjartë, Zoti i Madhërisëm Kur'an na ka dhënë shumë argumente se çka ndodh me njeriu nëse ai e harron vetën dhe provon me emitu dikën tjetër në jetën e kësaj bote. Dhe shembullin ajeti i cili ndalon me emitu dikën në jetën e kësaj bote është ajeti në surën Taha. Allahu xhalla wala na thot dhe ju mos i ngulni syt në të mirat që ja kam dhënë tjetrit, sepse ato e kam dhënë për ta sprovu e ju nuk e dini. Dhe ngjarja më e rëndë që ka shënu Kurani Kerimi është ngjarja me Karunin. Vëllezër të dashur, Karuni ka qenë ministër i Firaunit në perandorinë e Firaunit. Dhe ky Karuni edhe ka qenë zullumçar, por edhe ka qenë pasunik i madh. Ky e ka bërë betejën, që me thonë në hije të Firaunit. Ky me pasuri ka bërë zullum shumë të madh. E ka luftu besimin, të vërtetën, të drejtën, ku e diçka. Mirë pa Allah i pa dhënë pasuri shumë. Edhe ky një herë në vetë ka pas zakon por me manipulu me ndjenja të njerëzve. Të masës asaj kohe e ka pas zakon një herë në vit, ka dalë në shesh me pasurinë që ka pas. Saninkat e arit, ushtrien, qelësat e depove, e kuj diçka, edhe kalon emrin dita e zbukurimit. Dhe njerëzit, njeri është kriju lakmiqar, nga njerë duke mos e kontrolu mirë vetën, lakman pa nevojnë gjona ndryshme. Dhe njerëzit kanë shku në ditën ku e ka reklamu e pasurinë. Allahu Gjelle Wala i lexon zemrat e njerëzve. Dhe Allah i thot Musait a.s. thot një shumicë e njerëzve që po vinë të ti, po të besojnë ty se pejgamber, thot hala i kanë zemrat e dobta, hala thot lakmojnë në jetën e Karunit. Thot por sot ka me kanë dita fundit tina. Dhe kjo ma me pasurinë e vetë smurët me lujt me zemrat njerëzve. Edhe kanë shkua ditë në të farsheshin dhe njerëzit thanë sikur ta kishmi pat në pushtetin e Karunit. Dikush të kënë heshtje sikur të kësha pat pasurinë e ti. Dikush thështe sikur të kësha pat respektin që ka njerëz për ta. Njerëzit nuk të respektojnë për pare. Nëse me pare e blenë dika në ki armik, momentin kur s'ke pare me ble, a i kom bëkon armik yti. A nëse ke ble me dignitet, me respekt normal, ajo është ushtari yti, se ti një vlerat. Apo ndryshe nëse me pasuri e ke ban argatanin në ditë, kur s'ki pasuri, llogarite e ki armiktanin. Dhe kjo është historinë vetë. Dhe njerëzit thanë, sa i mirë ky Karuni, sa shumë pasuri, sa shumë kështu. Allahu thot Musa a.s. edhe këshore tash fundin e Karunit. Allah jep urdhër tokës. Edhe me ketat pasuri që e ka në shesh, vjen të e përbi toka kata. Dha i bërtet me të madhe ushtarve, mbronëm, si ju kam pagu për këtë punë, së ndërhyjnë askush, kush ka mundësi më përballë me Zotin e Madhrishëm. Pastaj thot, pa nuk ju kom dhanë juve fukarave që s'po më ndihmoni, askush së ndërhyjnë. Sepse ndëshkimi Allahut është shumë i madh dhe toka gradualisht e përbin. E çka thanë këta pasi përfundoi, sepse historia e gatë, përfundoi historia e tij. Karuni mur fund dhe na tha pejgamberi alayhis salam kanë e mashtron
pasuria. Qysh e ka mashtru Karunin, ka mund gjallë nesër shok me Karunin xhenem. Waliyadhum billah. Nëse pasuria të hek për rrugë Zotit madhrishëm, e të ban pandërgjetshëm e të keqe ku e di çka, e ki një shembull, një shok për cilën ki mu taku, ama jo në xhenet. Takoheni në xhenem me Karunin. Edhe ata që besu në, që lakmu në Karunin, pritëshin tasht mos vallë, Zoti madhrishëm po i ndëshkon ata, sepse morën model Karunin. Po Allahu ja lexojnë zemra, tha no Zot. Në surën Qasas është Kur'an, është ajeti. Tha o Zot, shqyr që s'na paske ban hisenik në pasuri të Firaunit, se kokshmi kanë të përfundu sot si ai. Edhe përfundoi historia e tij. Vëllezërit e dashur, e nderuar rini, po jetojmë me një kohë që po na servohen njerëz mi marr model. E ne nuk ja dim historinë. Nuk ja dim çish kanë ardhur aty. Pse Allahu i ka dhënë? E nuk ja dim fundin as kujna. Me lakmu në jetën e tjetrit është me hym stacion, me hym tren gabun, sepse nuk e din ku ndalet ai, e se din ku ndalesh ti. Por këtë arsye dhe po e përfundoj, sepse koha na shkon shpejt, me 2-3 fjalë vëllezër. Ju rini e dashur. Me mjetu dikan në jetë është sikur se njeri thjesht në shtëpi me mjetu artistin. Cënë artist? Keni pa ku të luën filmat. Ata e gjajnë një farë përpjeze që thujmë në popli, asfaltin, edhe vizatojnë, pikturojnë ndërtesat, edhe a i hecën kam, a kamera qëtë që të këcy prej katit në katë. Mërë me mend ti me pa një film të këcy dikush prej katit në katë, e ty më të në tek me këcy për 50 katë në tokë. Shatë ndohë tyje? Se ti se dim se ka këcy aji. Qështu është me emitu dikan këtë dunja. Kur ti nuk ja din originën, s'ja din rrethonat, edhe ty të pëlqen jetë ati. E nëse të ka pëlqy jetë ati, i ke hum, i ke bon tri gabime shumë të rana. E para, kanë thonë djetarët e mdhaj, kush e emiton dikan, ka mi hum fuqia që e ka. Sepse ti tu lakmun tjetën ti se shfizon fuqia tane. E dyta, goditja dytë, hapat e jetës ti kanë ndryshu. Vend që me esti para me hapa tu, ti e këthy mrapa. Edhe treta thot, hakmarja atyre që emitojnë, dikan tjetër është, se ta ka vjedh histori. Pse ta ka vjedh histori? Sepse aje ka ban një histori të vetën, e ty të le pa histori të anën. Ti dush me kriju historien vetë. Ti dush me ecë me hapa tu vetë. Ti dush me shiju jetën vetë. Ti dush me kanë aktori vetë. Dhe jo emitusi. Sepse Allah të ka dhënë plot mundësi që ti me kanë me drejtja. Dhe me shiju jetën, dhe me lanë gjurë në jetën në trajtorën e jetës. Dhe po e përmbyti vëllezër, ka qenë një djetari madh dhe një ditë për ditëve ka dalë në bjeshk me bakti dhe kalon një kalimtar për rreti, po nuk e din që kjo është djetar. E dhe thota din thot në isen ti për jetën, sepse thot ti rrinë malti se ditë është ndonë në qytet. Mi po kjo nuk e din të së të folme një djetar të shekullit vetë. Ja, tha zdi kjo kur gjanë këtë djetarit. Tha, ha ish kur gjanë tha zdi ti vish me del me mirësh, vish me kashta po. Ama tha unë i di vish 5 regula. Ta është këtë djetari po i thot ti, unë i di vish 5 regula të jetës. Tha unë kur ti tham që ato 5 regula të jetës, nëse ti din ma shumë se këto, tha ti mi thumu të ashtë. Ani tha okej, cënë të regula të jetës, o filan tha. E kam pa tha se jeta këse botë është e sinqertë, është e reale. Kurse kam përdor gënjeshtër si rrugë, sepse përballë realitetit s'vjen gënjeshtra. Kjo rregulla parë. E dyta tha, e kam pasën këtë dunja, halali është më i madh, më i mirë, më i qëndrueshëm, edhe kam pasë që harami s'vlen. Një pikujnë e qanë s'vlen kur gjanë.
Tha, kështu që jam distancu për harameve dhe s'u ka interesu kjo punë hiç. Rregulla e tretë, tha, kam pas se krejt njerëzit kemi mangësi në këtë dunja. Kur, tha, si kam thonë tjetrit për mangësi që i kam pas vetë. Pse dush mu m'akuzu mu për diçka që e kitë njëjtën ti? Si shemë. Tha, pse unë dhëtë me folë për mangësit e dikujnë kër i kam vetë ato? Tha, kjo rregulla e tretë. Tha, që unë e kam pa në jetën se bote. Rregulla e katërt, tha, e kam pa që në këtë dunja kur s'mon është mi shpëtu synit Zotit Madhrishëm. Kur? As ditën as natën, as mshehur as jas, as hapur. Kështu që kam vendos mos mi bë haram Allahu sepse ai më sheh kuto që t'janë. E kam qenë i kujdesshëm. Edhe pensa thot ti njeri mirë. Ta që po më pyet për rregullat e jetës. Tha, unë kur s'kam lakmu në jetën e tjetrit. Tha, se e kam pa që Zoti Madhreshëm ka dhënë boll mua për me shiu jetën tem. Tha, këto janë rregullat e mia. Tha, po ti a ki në rregullat e jetës? Me që po pyet, ti tha, a ki diçka me shtu për kësaj? Ki tha, jo, ama tha, këtë fjalë s'u i thot askush përveç njerëzve të mëshëm. E tha, tjetër herë kur takohesh me njerëz këtë dunja, mas pari njihe vlerën tane, pastaj pyeti ti çfarë niveli ki. Vëllezër e dashur, rregulla e jetës është kjo, se ne duhet me shiju jetën vetë. Duhet me ndërtu kauzën e jetës tonë vetë, sepse Allahu Gjelle wa Ala ka dhënë potencial të mjaftueshëm që ti me lënë gjumë jetën se bote. Mos lejo tjerë më ta vjedh potencialin që e ki. Mos lejo tjerë më ta shkruaj historinë që ti të më shkruaj vetë. Dhe mos lejo që tjerë më të orientu në rjetën se bote ka dojnë ata, sepse ti ki boll potencial me ndërtu jetën dhe me orientu jetën, ka thonë Zoti Madhreshëm, sepse jeta jote është e jotja, ajo është bashkë që ti ki me mjellë, e ata që e mjellë sot, kina me kurë së sirë për nesër, dhe ata që kemi mjellë sot, ka me lezu dikush nesër. Këtu për e përfundoj këtë mesazh për shkak të kohës, me lenë e Zotit të Madhreshëm, me vazhdu në gjuma në arshme, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha. Të ndëruar dhe të respektuar vëllezër besimtar. Gjatë rrugtimit ton në jetën e kësaj bote, shpesh herë ballafaqohemi papritmas me gjëra të vështira, të cilat ndoshta ndikojnë edhe në konceptin e jetës. Por po ashtu gjatë rrugtimit tonë në jetën e kësaj bote, shpesh herë dhe ballafaqohemi me gjëra të bukura, të cilat na motivojnë për të vazhduar jetën dhe na lumturojnë shpirtin. E kaluara, e cila ka regjistruar gjëra të mira dhe të këqija, fatkeqësisht shpesh herë për disa njerëz në këtë jetë bëhet sebeb që ta humbin edhe të ardhmen. Të ndershëm vëllezër besimtar, duke pas parasysh rëndësinë e kësaj teme dhe në vazhdim të temës së kaluar rreth kritereve të jetës, sot shkurtimisht do të flasim diçka në lidhje me atë se e kaluara nuk është pengesë për të ardhmen, dhe se e kaluara duhet të jetë vetëm mësim për njeriu e jo pengesë për ardhmërinë e tij. Të ndershëm vëllezër besimtar, në jetën e kësaj bote secili njeri ka një histori të veçantë në raport me të papriturat e jetës. Por jo secili njeri sfidat e jetës i kanalizon në fitorën e së ardhmës. Kanë thënë dietarët e mëdhej, përballë sfidave të jetës janë dy kategoritë të njerëzve. Një kategori është e cila dështon dhe kaluara bëhet peng për ta shiu këtë ardhmen. Dhe grupi i dytë i njerëzve janë ata të cilët e kaluara e tyre shndrohet në armë të fuqishme për ta ndërtuar të ardhmen. Pra vëllezër të dashur, nëse në rrugë të jetës shpesh herë kemi dështu, kjo nuk do të thotë se ne jemi të paaft mi realizu qëllimet e jetës në të ardhmen. Mos u bë peng e të kaluarës.
Keni pa vëllezër të dashur një shembull thjesht. Kur t'i vjen iza për Zotit fëmijës me hec, edhe ai e provon një herë dërzohet. Nga mbrenda i flet mesazhi i Zotit Madhreshëm se ti dush me provu për s'dyt, se ka arë momenti me hec, jo me prek në tokë ti. Dhe ai pastaj pas 3-4 ore, 5 ore e provon në njerë. Nëse lëndohet pak, tetën nesër më nuk e provon. E pastaj përsëri vjen iza për Zotit dhe t'i hec. Dhe e provon dhe hec dhe pastaj bëhet njeri që i fuqishëm. Pra sfidat kur zohemi në këtë jetë të dashur vëllezër, e kaluara nuk ban më bë peng për të ardhmen. E di pse s'ban më bë peng për të ardhmen. Kanë gabu më shumë se ti shumë njerëz që kanë qenë më të mirë se ti. Kanë gabu, por të nesërmën e kanë përmirësuar gabimin. Njëherë kanë dështu njerëz më të mëdhaj që na i marrim mësim për tyre, por të nesërmën e kanë rifilluar edhe njerë suksesin. E nderuar rini, mos u bë penget kaluarës. Keni pa shumë njerëz, sepse se kam temën këtu, po përqoj si mesazh që na ka me bisedu me njerëz. Thot, kam turp me ardhë në xhami. Pse? Unë pengon e kaluara. E di vëlla i dashur që kejt njerëzit më të akuzu në ditë ka më të falë krijuesi yt. Pse po e dorë për krijuesi tanë për shkak të fjalëve të njerëzve? Për shka po don me humb të ardhmen, për shkak se njerëzit thojnë edhe ti ke me shku në xhamia? Se po ban shpenget kaluarës dhe humb të përjetshme. Sa i cili del për kësaj bote, edhe kur se ka pa derën e xhamis, njëherë kena me shti në xhami, kur t'ja fal një gjenazën, ama për ta një jetën këmë llogari ku ka qenë e ta një jetën. A një ditë kena me prunë shtrat vdekjes, se cili për me ishko me ardhë. E na duam që atë ditë, kur ta dëgjojmë imamin kushdo që t'jetë, e thotë Allahu Ekber dhe është ndalë para trupit tonë, na duam pikrisht atë ditë me qenë dita e faljes të Zotit Madhreshëm. Për shkak se kemi trokit në derë të Zotit Madhreshëm pavarësisht gjunat dhe mëkatet që kemi bën jetën e bote. Vëllezër, askush nuk do më shumë se Zoti Madhreshëm. As ata antar që ki për rreth ti edhe unë, s'na dojnë më shumë se Zoti. Andaj mos jam mbyll derën vetes të i ngush ka flasin njerëz për rreth, sepse ta humbin shansën për të ardhmen. Kjo botë është shans për botën e përjetshme, po dole pse botë pa fitu botën tjetër, mas ka kthim dhe përgjegjësia është shumë e madhe. Kthemi në temë për shkak kohës. E kaluara nuk ban me qenë pengesë për të ardhmen. Të dashur vëllezër, kanë thonë dietarët e mëdhej, kanë thonë jeta e kësaj bote është e dhimbshme. Dhimbjet e kësaj bote i mbulon shpresa. E shpresën e vërtetojnë punët. E punët i përfundon e gjeli e qel një kapitull për shpërblim dhe ndëshkim në ahiret. E Allahu në thënë Kur'an, dhe ju do të shpërbleheni në bazë asaj që keni vepruar. Pra jeta kësaj bote dashur vëllezër ka dhimbje padyshim, por mbulohen me shpresën e Zotit e Madhreshëm, mbulohen me mëshirën e Allahut xhallahu ala dhe me dëshirën tonë për dalë prej të keqës. E pastaj kjo shpresë do të më anvesh do punë të hajrit, sepse nuk mundemi me shpresu me bin gruni në pranverë nëse se kemi mjell në dimër. Kur mos shpreso për diçka që se ke mjell, se kur s'ka më ban. Kur mos shpreso me kanë banori xhenetit nëse si ke pa punë të xhenetit. Mos bashtron kjo shpresë, sepse edhe në këtë dunja pa punë s'ka. Qysh me shpresu me bi barin në pranverë ose gruni kur se kemi mjell? Qysh? Qysh shpresojmë mja pa frutet një peme
kur na se kemi mirë, se kemi ujit. Qysh do të shpresojmë në prag të vdekjes me taku Zotin e Madhrishëm dhe më bë banor i xhenetit nëse na ka një jetën se kemi ditë çka në punë të xhenetit. Edhe pse mëshira e Allahut është e madhe. Dhe shpresa në të është shumë e madhe. Për këtë arsye, vëllezër e dashur, rini e nderuar, mos u ban pengë të kaluarës. Nuk ka njeri këtë dunja që s'gabon. Madje gabimi më i madh i njerëzve të mëshëm, sepse gabojnë me të madhe. Por Allahu e ka lënë hala betejën hapur deri në pendimit dhe deri në përmirësimit. Mos lejo e kaluara më ta vrasë të ardhmen. Dhe kanë thonë dietarët e mëdhej, kush është marrë këtë dunja me dy gjana, ai kur s'ka me arrit qëllimin këtë jetë. Thot kush është marrë me të kaluarën, kur nuk ka me pas në dorë të ardhmen. Edhe kush u marrë me gjanat e huaja, kur s'ka me arrit vetat. Është një rregull e shkruar në këtë dunja, nëse ti angazhohesh për diçka që s'është e jotja, ki me humbe dhe atë hise që ki jetën se bote. Ki me methe pa të parë dhe pa dytën. Prandaj, fusha është e hapur të dashur vëllezër, e nderuar rini, mund të rrëzohesh sot, mund të sfidohesh sot, mund ta kemi të kaluar me gabime sa malët, megjithatë kemi një Zot që fal. Dhe shpresa në Zotin. Dhe jeni të përmirësohemi dhe të mos bëhet peng e kaluara për neve. Vëllezër të dashur, nuk e kam temën në atë aspektin psikologjik, studimet e mëdha të cilat janë bërë dhe pash një ditë një analizë psikologjike, tha 77% të njerëzve, të cilët janë marrë me të kaluarën, kanë dështuar të ardhmen. Ke studim psikologjik. E Allahu po na thotë mos u merr me të kaluarën. Mund gabosh ti unë këtë, por gabimi të kaluarës mos bëhet model për ty. Pe të kaluarës merr njëri veç mësim, kalimti. Edhe pastaj orientohemi për betejat tjera të jetës. Vëllezër të dashur, kur ka zbrit një ajet në Kur'an që Allahu ka thonë kedhalike kuntum min qabl, ju ka thonë shokëve të pejgamberit Allahu dhe kështu keni qenë ju më herët. Ky ajet ka zbrit se një ditë prej ditëve kanë ardhur disa njerëz mu taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me shokët e pejgamberit. Dhe shokët e pejgamberit me një farforme e nënçmuan personin e fjalë, grupin e fjalë. Pse nënçmuan? Sepse këta e kriju një standard të jetës. U bën të devotshëm, të dijshëm, të sinqert. Kur erdhën atë grupi, këta i injoruan, ama Zoti i Madhërisht ja dinte qëllimin. Edhe zbritja jetë në Kur'an, Allahu e tha pejgamberit, thuje shokëve tu, mos i injoroni ata njerëz, sepse dje ke qenë si ai. Ti ke qenë dje si ai. A di që është kjo meselë, vëllezër? Sikur një i pasër më u tallë me një të varfër, me harru se ai dje ka qenë vetë i varfër. Sikur një i dishëm me u tallë me një të padishëm, ka harru se dje vetë ka qenë ignorant. S'ja vlen. Dhe Allahu dha shokëve të pejgamberit, ju keni qenë dje të njëjtë si këta. Por Allah menna alejkum, Allah ju ka nderu, ju ka privilegju, e keni ndërprej të keqen dhe një bali derë të mirës. Dhe ku e kemi rastin këtu, janë keq shokët e pejgamberit shembuj, se si peni bote të gabimit, peni bote të dëshpërimit, prej një fushë komplet gabushme, bëhen lider dhe shembuj për gjenerata që vinë deri në ditë gjykimi. Dhe kur po flas këtu, është betejë e hapur, sfidohet kush do njerëz e bote, se s'ka mundësi mi përngja shokëve të pejgamberit. Nuk ka mundësi. A deri para Islamit ishin njerëz të gabushëm. Për ata tha Omeri, Allahu na ndryshoi me besim, me ne ndryshon botën. Pra vëllezër e dashur, e nderuar rini, mos bëhet pengë e kaluara që ti më shiu të ardhmen. Mos bëhet sebeb një diçka në trajektorën e jetës që ty ta pamundson me trokit në derë të Zotit Madhrishëm. Sepse çdo dyrë që kemi trokit këtë dunja kanë muna mbyll një nga një, e vetmja që s'mbyll është dera e Zotit të Madhrishëm.
Andaj çlirohuni pe kompleksit të së kaluarës dhe të bëjmë maksimalin që të përmirësohemi në jetën e kësaj bote, sepse fundi i fundit ato që vinë pas neve nuk kanë me dhënë llogari për veprat tona, ashtu siç nuk japmi në llogari për ato që kanë qenë para neve. Dhe Allahu xhalla wala tha në Kur'an, tha ne nuk ju pyesmi juve për ata që ishin para jush, ashtu siç nuk do t'i pyesmi ato që vinë pas neve për punët tona. Shkojmë në një botë të përjetshme, në mbulon pluhuri dheut, kur kush smirët me neve, a ne jemi me një botë ku kërkohet përgjegjësi para neve. Na zbajmë përgjegjësi për ata që janë para nesh, edhe ata fare s'kan meni për neve ku jemi në atë ditë kur jemi në të bote. Pra të kthehemi te Zoti i Madhreshëm, të mos bëhemi pengë të kaluarës, sepse askush s'na don më shumë se Zoti, madje ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhalla wa ala më shumë ti që e don njërin gabimtari i cili pendohet sinqerisht, më shumë se ai i cili s'ka bërë mëkate. E Allahu na don, pra ne ta ndërtojmë të ardhmen duke u çliruar pe komplekseve ta ndërtojmë të ardhmen duke u çliruar pe komplekseve të së kaluarës, të marrim mësim veç atë sa na duhet për betejat jetës dhe ti të kalojmë me lenin Allahut azza wa jall sfidat me cilat mund të ballafaqohemi. Tu pe përfundoj për shkak edhe të kohës, me vazhdu bi'idhnillahi ta'ala në xumën e ardhshme, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, është detyrë parsorë për secilin njeri në përgjithësi dhe besimtarin musliman në veçanti që në jetën e kësaj bote të bën vepra të mira, sado që ato të janë të vogla. Sepse përmes veprave të mira, besimtari e reflekton, e pasqyron karakterin, moralin e tij në raport me familjen, shoqërinë, fenë e kështu me radhë. Veprat e mira, sado që të janë të vogla në jetën e kësaj bote, ato janë garancion për suksesin këtë botë dhe shpërblimin në botën e përjetshme. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, në vazhdim të temës së kaluar në lidhje me rregullat e jetës, sot do ta përmendi një rregull që e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e që na bën dobi secilit prej nesh në raport me jetën. Aja ka të bëjë me vazhdimi i veprave të mira, sado që ato të janë të vogla. Të ndershëm vëllezër besimtar, secili prej nesh në jetën e kësaj bote dëshiron me arrit sukseset më të mëdha të mundshme, dhe dëshiron me përfitu prej kësaj shanse të madhe që quhet jetë. Mirë po për t'i arritur qëllimet, për t'i realizuar aspiratat, në jetën e kësaj bote ekzistojnë disa rregulla. Ai i cili i respekton këto rregulla, me lejen e Zotit të Madhreshëm do t'i arrijë qëllimet më të mira të jetës. Dhe një prej rregullave të kësaj jete që e ka vendosur Allahu dhe ne ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është vazhdimësia e punëve të mira. Keni pa në jetën e kësaj bote vëllezër që ndoshta e ka një periudhë të jetës që ka qenë njëri mirë dhe ka bërë vepra shumë të mira dhe të mëdhaja, dhe për një moment i ndërpret veprat dhe kalon krejtësisht me një botë tjetër.
Pra nuk ka mujt me qëndru, s'ka mujt me qëndru besnik misionit për cilën e ka marrë në jetën e kësaj bote. Është transmetuar se një ditë prej ditëve e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se cila vepër është më e mirë te Zoti i Madhërisht. Ai e ka ditë në detaje projektin e jetës. Prandaj dhe fjalët e tij janë të sigurta, sepse e ka motivuar Zoti i Madhërisht dhe e ka inspiruar Zoti i Madhërisht. Kur i thanë se cila vepër është më e dashur te Zoti i Madhërisht, ai e dinte mirë natyrën e njerit. E di çka tha pejgamberi sa. Tha vepra më e dashur te Zoti i Madhërisht është ajo vepër e cila bëhet në vazhdimsi edhe nëse është e vogël. Pra vepra më e mirë te Zoti i Madhërisht është vepra e cila bëhet në vazhdimsi, nuk shkputet, s'ndërpritet, edhe nëse është vepër e vogël. E një shembull thjesht vëllazër. Çka nuk kupton kjo? Po e marrim një shembull të bamirësisë, që ta kuptojmë temën për çfarë po flasim. Sepse pastaj kjo rregull vlen për gjitha sferat e jetës. Nëse je udhëtar i dijes dhe për çdo ditë lexon qoftë një faqe të një libri për shembull, kur të bën 365 ditë, ti ke lexuar 365 faqe të një libri. Ke përfituar begë njëri, po e ke bën në vazhdimsi. Dhe pasaj në fund vitit ke përfitu. Dhe po e marrë një shembull bamirësi. Nëse njeriu në vazhdimsi është bamirës, edhe për çdo ditë jep ka 50 cent. Ku do ai? I bie të dashur vëllezër se në vit i ka dhënë diku 182 euro e gjys. Kur të vjen fundi i vitit, se Allahu na komuna llogarit për çdo ditë që kemi jetuar këtë jetë. Lema për një vit, ky e ban llogari veprat e veta dhe e gjen në fletorën e sevapeve, në fletorën e vet, se ka bën bamirësi për çdo ditë, dikun në vit i ka dhënë 182 euro gjys. Ka dhënë për çdo ditë ka pak. Por që janë bën shumë. E imagjinojnë këtë jetën sa t'jep Allahu imër, ti për shembull për çdo ditë me pas shef me mësu diçka të re, ose me dhënë diçka prej vetes tone, sa do të vogël që të jetë, e në ditë prej ditëve të vjen pleshnia dhe du të me dalë për kësaj bote, edhe ti në të farë mendjen tone parafërsisht, sepse Allahu gjikon shumë drejt, po ti e din që po del për kësaj bote me një bagazh të veprave të mira, sepse e ke bën në vazhdimsi. Ndoshta për ty 50 cent janë kur gjë. T'hupi në përdor, një gjys kafe. Ama për dikan 50 cent janë kanë shumë. Dhe kur ka ardhur funi i vitit, ti bën pjesë në grupin e njerëzve që tanë vitin, tanë ditën, për çdo ditë ke bën një vepër të hajrit. Vëllezër të dashur, njerëzit e mençur, për çdo ditë llogaritin veten. Kur shkon me ra në shtratin tanë, në shtratin e vetë se cili për njerëzve, vallahi ai s'flen, njeri mençur nuk flen, pa e bën një rishikim të veprës së tij gjatë ditës. Edhe me një farforme me balansu, me thonë mirë, sot, sa veprat mira i kam bën. Sa gabime i kam bën sot. Sa të këqija i kam bën sot. Sepse sa do që të janë vogla, mbledhen. Na tha një ditë Rasulullah, o ju njerëz, mos i injoroni veprat e mira të vogla, dhe mos i injoroni veprat e këqija të vogla, sepse më së shumti që kanë me hi në xhenem njerëzit nesër, kanë me hi për shkak gjunave të vogla që si ka kushtuar rëndësi, e aty ju kanë bë barë madhe. E keni pa kur të bie shi. Afroni kofe dhe këshire sa pak bin pikat e shiut, ama mas një ore ka mushk kofen. Jeta njeriu të është kështu, duket se këto gjanat e vogla nuk janë barë për ty, ama të janë grumbullu me një vend, qofshin të mirë dhe për të këqijat, dhe në ditë kanë me peshu, në ditë kanë me dalë në peshore para Zotit Madhërisht. Dhe kime pas edhe gjërat e vogla
të mira që ke bën këtë jetë kanë me qenë shpëtimtar për një numër të madh të njerëzve në ahiret. Dhe fatkeqësisht edhe gjërat e vogla që kemi bën jetën e bote të këqija, që i kemi injoru, kanë më bën sebeb dhe kanë më dekapitulu fatin nesër në peshore para Allahut xhelle wala. Por këtë arsye të dashur vëllezër, suksesin këtë dunja vjen me gjanat e vogla. Sepse po jetojmë në një kohë për shembull që trive tanë s'ju ban përshtypje nisen në gjë e vogël. Qoftë në bamirësi, qoftë në të arritrat e tij personale. Dhe i thu, si shembull po e marr. A është më mirë me bredh rrugëve të jetës pa një profesion, pa një mision? A është më mirë çështu? Apo është më mirë mu kanalizu dikon me një profesion, me një mision, që të bjen të ardhra pak, por që një ditë banë shumë? Dhe është më mirë mu kanalizu drejt rrugës drejt me veprat e vogla, apo mu kanalizu me një rrugë tjetër me veprat e këqija të vogla, por një ditë për ditë banë të mëdha. Për këtë arsye vëllezër e dashur, nderuar rini, Allahu xhelle wa ala në këtë dunja ka kriju ligje. Kush i thën ligje kësaj bote, nuk ka me arrit kur s'ka me pas mundësi me arrit sukseset dhe me realizu objektivat e jetës. Dhe aq më keq nuk ka mundësi me fitu botën e përjetshme. Prandaj një për rregulla së jetës është që do Zoti më ndrishëm, mos mi injoru veprat e vogla, sa do të janë të vogla ku të mblidhen në fund banë të mëdha. Njeriu jep sadak për çdo ditë 50 cent, për fund vitit del që i ka dhënë një numër të madh të parave, dikush jep 1 euro, dikush jep 10 euro, mbaret për pasurinë që ka. Edhe kur vjen fundi vitit, krejt kalkulojnë për diçka, ky e llogaricën e ditë kena me kalkulu jetën tonë. A di sa interesant vëllezër. Vjen fundi vitit dhe ne i kalkulojna punët e dunjas, që është e natyrshme. Harrojna se një ditë komuna i kalkulu veprat i kusht tjetër. I kalkulojmë sukseset, humbjet, dështimet të biznesit, a më harrojmë se një ditë komët llogarit dikush tjetër. Allahu xhelle wala. E ai ka thënë Kur'an për atë ditë, përgatitu fort, sikurse dita e diplomimit e provimit, sepse në çdo detaj e komë llogarit jeta jote, e komë pas njerëz në ahiret që kanë me shpëtu në urë të siratit, për shkak një veprat e vogël që ka bërë dhe ka qenë mirë. Dhe ku kemi fjalën këtu është transmetuar prej Aishës, gruas së pejgamberit, nanës së besimtarëve, i ka thënë një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë Aisha, nesër në ditën e gjykimit, njerëzit, një grup i njerëzve kanë hinë në xhenem për shkak një gjysmë hurme, e një tjetër kanë hinë në xhenet për shkak një gjysmë hurme. Tha çysh ja Rasulullah kështu? Tha se njëri e ka dashur gjysmën e hurme si ka thënë dikujna, e Allahu dhe qatë vepër kom jamat në ahiret. E tjetëja ka marrë qatë gjysëm hurme pa të drejtë të tjetërit, ky kom më llogarit për keq, ky për mirë. Deri këtu kom e arë peshorja e Zotit të madhrishëm. Vëllezër e dashur, mundoni që çdo të vepër të mirë se bote ta bëni, ta bëjmë së bashku, nëse dëshirojmë të rrugtojmë për një botë të përjetshme dhe të mos kemi nesër problem para Zotit të madhrishëm. Dhe ku kemi fjalën tu një shembull thjesht që qarkullon kjo statistik, qarkullon ky shembull i frikshëm, i mirë, një burë, një gru, që një territor begit madh prej shkretirës e shëndrojnë në xhungull. Edhe kur e pyetën dhe i thanë qysh ke arrit mbi 1 milion e diçka pemë me i miell. Tha qysh keni arrit kështu? Edhe ato e nxjerrin foton e parë se si ka qenë vendi i shkret. Thot, u zotun, unë edhe bashorti, për çdo ditë me miell, ka një numër caktuar të bimëve, dhe tash na po i bëjmë 80 vjet dhe komplet një perimetër i madh shndrohet në xhungull. Ka pak, por ja ndryshon pamjen jetës. Pra gjërat e vogla që ne injorojmë gradualisht, nëse janë të mira, kanë më të ndryshu statusin e jetës. Por vallahi nëse janë të këqija, gradualisht do shtrinë raj në jetën tonë dhe kanë më qenë pengesë për të realizuar qëllimet e mira
në jetën e kësaj bote. Vëllezër, Allahu xhalla wala ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." E ti adhuroje Zotin tënë, bën vepra të mira për Zotin tënë, derisa të vjen e vërteta. E vërteta në këtë ajet i thojmë vdekjes. Njëri prej dietarëve islam kur e lexoi këtë ajet tha kështu: "O ju njerëz, tha bëni punë të mira në vazhdimsi, sepse Zoti i Madhërisëm kërkuj si kalon e gjel përveç vdekjes." Bëni tha vepra të mira në vazhdimsi, pavarësisht kohën dhe vendin, sepse Rabbul Alemini kërkuj si kalon e gjel përveç vdekjes. Aja vjen një ditë e ti mos e prit me ardhur thot, por bën vepra të mira sepse do të gjinën nesër para Allahu xhalla wala. Dhe është transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka shku në Miraj në qiell atje, i pas ka thonë njënit prej shokëve të vet Bilalit, thot: "O Bilal, thot ana tregon çfarë vepra ke bën." Thot: "Sepse i kam dëgjuar thot zhurmt, edhe zhurmën e nallëve tua, këpucëve tua në xhenet." Bilali ka qenë rob, pasaj ka pranu islamin, histori e gatë që kanë shqit në për Mekë, kanë lujtë fëmijët e pasunive në vend qenit me ta, Allah i në rujtë. Edhe kjo pranon islamin dhe bëhet muezini pari pejgamberit, njeri shumë i mirë, histori e gatë, dhe një ditë prej ditëve i vjen momenti që pejgamberi m'ia dhon lajmin më të mirë të jetës. Thot: "O Bilal, çfarë vepre ke bën thot që se dim na?" Thot: "Se vallahi i kam dëgju gjurmt dhe zhurmën e nallëve tua në xhenet." U çudit Bilal: "Ja Rasulullah, tha kjo ndodhi me ty në Miraj, atje në qiell?" Tha: "Po." Tha: "Çfarë vepre ke bën?" "Vallahi nuk di tha çka kam bën Rasulullah. Kam qëndru kur më kanë përsekutu hak. Edhe kam një vepër ndoshta që kjo." "Cila vepër?" Tha: "Sa herë të marr avdes, tha i fali 2 rekate namaz." A di çka tha pejgamberi? Tha: "Që sa e bën këta?" Tha: "Pesë na ke mësuar ti, një kohë gjatë." Tha: "Kur se kam lanë?" Vallahi tha: "Çka vepër? Ka argument që nallët e tua, gjurmët e pucëve tua, po ndëgjoj ka në xhenet. Për shkak të vazhdimësisë së veprës që ke bën jetës së bote." E dini se janë thjeshta 2 rekate namaz? Për 5 minuta i krybi. Ka thonë ditë Rasulullah, ka kaluar të vorrave, edhe ka thonë: "Kush janë varë këta?" I kanë kallëzu filanit i sek. E di çfarë thot Rasulullah? "Wallahi thot që s'ka zot përveç ti." Thot: "Merr Xhibrili dhe më tha: O i dërguari i Allahut, Allahu po i thot njënit prej tyre, nëse kthejnë dunjan, çka kishë bë?" Tha: "Po thot vish një herë ksharon sejdë, sepse për 2 rekate të sejdës së botës që ka injoru, nuk po mund me fitu xhenetin." Pra gjërat e vogla të mashtrojnë, por ata kthehen në ditë në peshore të madhe për Allahu xhelle wala. Andaj dorë Zoti i Madhërisëm që të mos e injorojmë të mirën, të veprojmë sa të mundemi, dhe Zoti i Madhërisëm na ndihmoj që të distancohemi pe veprave të këqija sa do që janë të vogla, sepse në ditë na i rëndojnë peshorën për Allahu xhelle wala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, me të vërtet Zoti i Madhërisëm e ka nderuar njeriu, ja ka dëshiruar më të mirën të mundshme, e ka pajisur me virtyte e vlera të mëdha. Andaj njeriu gjatë tërë jetës së tij në jetën e kësaj bote duhet bën përpjekje maksimale që t'i shfrytëzon dhuntit e Zotit të Madhërisëm dhe t'i qëndron besnik udhëzimeve të Zotit Madhërisëm në mënyrë që t'i arrijë qëllimet më të mira të jetës. Jeta e kësaj bote funksionon mbi parimet dhe rregullat të cilat i ka përcaktuar Zoti i Madhërisëm
e sukseset në jetën e kësaj bote vinë padyshim për ata të cilët i respektojnë vendimet dhe rregullat e Zotit të Madhreshëm. Të ndershëm vëllezër besimtar, sot me lejen e Zotit të Madhreshëm do ta përmendi një rregull prej rregullave të kësaj jete, sepse secili prej nesh është interesuar me arrit qëllimet më të mira të jetës dhe me dalë prej kësaj bote fitimtar. E për të arritur qëllimet e kësaj jete, padyshim se duhet të respektohen rregullat të cilat i ka përcaktuar Zoti i Madhreshëm. E për rregullave të suksesit është me i marë parasysh shkaqet apo sebepet që thot populli. Çka nënkupton me i marë parasysh shkaqet? Vëllezër të dashur, feja islame na ka sqaruar në detaj për çdo etapë në për cilën kalon njeri në jetën e kësaj bote. Për këtë arsye na ka mësuar që për me qenë i suksesshëm këtë jetë, duhet me i marë parasysh shkaqet, sebepet për çështjen e fjalë. E pastaj me ju mbështet Zotit të Madhreshëm. Çka nënkupton kjo me i marë shkaqet, e pastaj me ju mbështet Zotit të Madhreshëm? Për shembull, nëse dojna me arrit dituri, prej shkaqeve është, prej sebepeve që çojnë deri te dia, është me trokitna për dyert shkollës. Sepse s'mundesh me arrit dije nëse ti nuk shkon në për proceset shkollës. Ti dush me i marë shkaqet. Nëse do me arrit qëllimet e mira në jetën se bote në punë, duhet me i marë parasysh, mi pas parasysh shkaqet. Përgatitjen profesionale, vullnetin, anën fizike, materialin, e pastaj mi bë këto ketë me një vend, dhe me thonë, o Zoti i Madhreshëm, tash të kërkojmë mbështetjen tënde dhe furnizimin tanë. Vëllezër të dashur, shumë herë njerëzit në këtë dunja gabojnë në shumë çështje, por është interesant që shumë herë e fajsojnë edhe Zotin e Madhreshëm për dështimet që i ka njeri në këtë dunja. E sidomos në kohën tonë bashkohore, ku një pjesë e madhe muslimanëve me një farë forme edhe Zotin e fajsojnë, tu ja lanë fajin Zotit për shumë sene që po kanë dashur me i kry njeriu. Zoti i Madhreshëm të ka nderu si njeri, të ka dhënë mendje, të ka dhënë fizik, të ka dhënë mençuri, dhe ka dhënë shfrytëzoj tash këto të mira që ti kam dhënë, duke u mbështetur në Zotin e Madhreshëm. Ama jo tu i lanë anësh shkaqet, e pasaj me kërku mbështetje në Zotin e Madhreshëm. A e di shqipër në gjanë kjo punë? Zoti i Madhreshëm e ka kriju detin e përgjësi, dhe i ka dhënë urdhër detit që me sharru gjithë shka mbi korrizën e tij. Përjashtim anijat. Allahu ka thonë në Kur'an, unë i kam dhënë urdhër detit, e aje ma anijen me qindra mija tonelata ranë. A e dini vëllezër që po mos t'i jep urdhër Allahu detit, shëndron anija mbi ujë. Që një argument thjesht, një njeri 100 kg, nëse s'di me notu dhe bjen deti, a fundosët? Fundosët. E pse anija me 200.000 ton nuk fundosët? Pse? Dhe kjo tem në veti. Allahu po thot në Kur'an, dhe për argumenteve se unë e sundoj këtë botë, i kam dhënë urdhër deti dhe e ma anijen. Deri ti thamë një ditë s'ka ma mbi korrizë të ujit me qëndru as një krijesë. Edhe përfundojnë aty ku s'ja dëshiru me s'kujt. Pra Zoti ka kriju ujë me fundos. Çdo sen. Edhe ka thonë njerit kështu, apo do në me ulan deti? Po, ama dush me notu. Dush me mësu me notu. Sepse nëse gjuhësh në deti edhe s'di me notu, konsiderohesh që ke myt veten. Pra se ke marrë shkakin, si ke respektu ligjet. Zjarmi është kriju me gjeg. A ka mundësi mos me gjeg njerë zjarmi? Ka mundësi. Kur t'jep urdhër Allahu, ama i ka thonë e kam kriju me gjeg. Mos këcen në zjarmë me thonë,
a se Allah e mbron. Se kjo me sfidu besimin. Dhe transmitohet një rast vëllezër, ka një njeri te Isa a.s. E i ka thonë, o Isa, thota e ka kriju Zoti gjithë shka, edhe jetën e vdekjen. Thot, po Isa, e ka kriju edhe vdekjen. Thot, e shka thuti me hypën, e thot, një farë pemë e naltë në atë ko, e thot me kësy prej atjet. Ama ka shru Zoti, thot, mu e me kësy, me jetua më smetu. A di shka e thot Isa, a.s. Se pejgamberi Allahu dhe Zogjela i ka folë me teori cakta. E mërë njëri ka thonë, Allahu e sprovon njëri, ama njëri së ne bjenë sprov Zotin. Allahu të sprovon ty, ama ti së ne bje Allahu në sprov. Nuk është punë e jotja me hyptin 50 katë, edhe me thonë, ta provoj shaka shku Zoti për mu. A i të ka thonë mendje murujt për i saj. Sepse një ditë prej ditëve, edhe kur të ruhësh prej krejt elementeve dunjas, e dini që askush se nalë kaderin e Zotit Madhrishëm? E dini që askush se nalë kaderin e Zotit Madhrishëm? Po deri në kader, njeri u banë përgjësi me i marë shkacet. Vëllezër të dashur, rinia nderuar, nëse ne duam të jetojmë dinitetshëm këtë dunja, ne do t'i marrë mi përsi për shkacet. Aja që në ka besu neve në do të bekryjat e manet, si njerës. E pasaj në mbi kontributin tonë është vullneti i Zotit, të madhërishëm dhe e më shefta që Allah e ka kriju për neve. Dhe një shemë më shumë t'jeshtë vëzër. Këni pa në mëngjes, në pjesën e 2 të sabahit, kush e falë sabahin edhe do me ba test, e she. Në pjesën e 2. Qysh një numër i madh i krijesave e kuptojnë se erdhë mëngjesi. Bile në Angli, vëllezër, kanë bërë test me knusin. E kanë shtimë një dhomë pa dritë hiç. Hiç. Edhe kanë lënë mrena me ngjizu. Sa herë ka ardhur mëngjesi sabahi ka knu. Kush e mësoi me knun kohë sabahit ata? Kush i kallëzoi se 24 orë kalun dhe ka ardhur tash momenti i mëngjesit? Allahu dha alladhi khalaqa fahada. Unë kam kriju dhe kam dhënë dijen se cilit mbas nevojës. Por ata ka thënë pejgamberi sa kur e falni sabahin, ka thënë kur të nojnë knojësit. Derisa u shpik ora, muslimant janë qunë sabah me knus. Edhe sot teston edhe shifni. Në syfyr, ku janë koha Ramazanit, vallahi kam bërë test personal. Vallahi, me telefon e di që për 5 ditë ja ka huq vetëm 20 sekunda. Telefonin për balë, edhe tash a kënon kënu si sa dhe nuk kënon. Në 100 sekundit, kohën, kur Allahu Gjelle wa Ala e ka mësu, mi ka lëzu, se po ka arë mëngjesi. Mos gjanohemi prej temës, ku do është me dalë. Allahu në mëngjes i ka dhonë instinkt, dije, shpendve, edhe e kuptojnë se po vjen dita re dhe në faka re. Po ki farë shpendi, do të me lujt një rol. Si një rol? Do të me dalë prej kafazit. Do të me dalë prej foles. Edhe Allahu tha e keni pata, shpend, dalin mëngjes të uritura, kthehen të ngopura në shtëpi. E njëni për djetarëve të mdhaj tha, që di tha me njerin. Tha shpendi, i ka tha 0.2 gram trun. Njeriu i ka 2 kg trun. Ky tha del mëngjes e lyp rriskin, ky flen. Edhe pasaj dhe Zoti ka fajtina. Pse po tham kështu vëllezër? Rinia nderuar.
Ato detyra që ti ka caktu Zoti i Madhreshëm. Wallahi, dush me i kry, sepse s'ki ku me shku, s'ki rudari tjetër. Leje që s'kimi arrit qëllimet e së jete, po kemi më kanë peng e botës jetër. Prandaj çka në dorë tonë si njerëz vëllezër, ne do të me kry. A di që është kjo puna studentat kur shkojsh me në provim, e testojsh me këtë farë kaderin. Që të testojsh me kaderin? Njëri të ke shallam një manë Zoti. Po janë kanë një 1000 faqe libër, a i ke shfletua, dua heq. Po ka ndash mi shfletu ka pak ato me. E pasaj me thanë mu ullë tavolinë dhe në Zot. Ka që kam potencial unë, shka mujta me babana. Ama ti tash më jep dritën e gjelbërt për sukses e jetës. Dhe po e përfundoj dhe se ku a shkoj me 2 ngjarje shkurtra. Një në kohën e pejgamberit alayhis salam. Ka njëri me i kallëzu pejgamberit ders. Me i kallëzu shka ka deri pejgamberit Allahut azza wa jall. Edhe vjen ai me devën e i thot: "O Muhammed, thot ata lidhi devën apo ta lën dorë Zotit?" A di çfarë pejgamberi sa? Tha lidhe tani lejen dorë Zotit. Se kjo i ka do ligje për te logjikës tonë. Që ti se merresh. Tha lidhe, pastaj lëm dorë Zotit, s'ka problem. Hajde ti lidhni shumë çështje në jetës të përditshme, pastaj në mbështet me Zotin e Madhreshëm. Dhe rasti më interesant, se Allahu do më të vunë lëvizje, vëllezër është rasti Meriemës alayhis salam, nanës së Isait alayhis salam. Edhe në rrethana të lindjes, në ato vështërsitë e mëdha, siç e shpjegon shkenca, Zoti i Madhreshëm i thot Meriemës: "Wa huzzi ilayki bi jiz'i nakhlati." Thot dhe oj Merieme, kape thot trupin e hurmës edhe shkune, mshoj. Tha s'kam forcë o Zot, hurmja e madhe, qysh e shkun ju në këtë dhimbje. Allah e thot ti bane punën tane, e pastaj unë jam ai cili ti qes hurmët në tokë, ama ti dësh me shkun hurmën. A s'ka mundësi Zoti i Madhreshëm të shyrë ata, po që s'ka mundësi mëre. Nëse kontestojmë këtë çështje, po pse se banë Allahu, sepse ka kriju ligje. Dhe ty të ka nderuar, ka dhënë mendje, dije. Dhe ti dush me ecë përmes projektit të Zotit të Madhreshëm. Vëllezër, tu pe përfundoj këtë ders. Dhe para se me mbyll përfundimisht, dëshiroj një apel të shkurtër të gjithë populli unë i dashur. Siç e dini të dashur vëllezër që në diellën, këtë diellë që vjen pas 2 ditë, janë zgjedhjet në komunale në Republikën e Kosovës. Mas pari duhet me qenë krenar që jemi në vendin tonë, shtetin tonë, në tokën tonë, dhe të gjithë ata të cilët garojnë në përpartitë të ndryshme janë vëllezër dhe motra të këtij populli. Të mos kemi urrëtie mes njëri tjetrit. Të mos bëjmë zgjedhje që shkan bën të kaluarën me zgjedh cili është më pak i dëmshëm. Jo, na duhet me zgjedh cili është më i suksesshëm. Për i më të mirëve më të mirin. Sepse ka boll ky popull kuadra, e ne po vendosmi përmes votës tonë, po dole me delegu fatin ton në asambletë të ndryshme të qyteteve, punën dhe talmën tonë. Apelja më është ky: respekt për secilin, pa tendenca, pa nënshmime, pa urrëtie, sepse diella kalon dhe hanja vjen, na do të kthehemi në jetën normale. Do të jetojmë si njerëz me dignitet, pa pas nevojë të përçahemi, të krijojmë kriza, të krijojmë barikada. Mendon se është idenë me ta përcjell zonin tanë atje, votoje. Mendon që s'është idenë
por më të përfarsu ty atje, se voton edhe kaq. Por jo të kemi si ngarkesat mdoja, sepse me të vërtet është vështërsu jeta familjare dhe një për faktorëve është faktori politik. Këtë gjana kalojnë dhe me lejnë e Zotit Madhërisëm ne do ta gjejmë përsëri rrugën e duhur, po bën të zgjedhën në vendin tonë, po bën fjalë për fatin tonë, fatin e fëmijëve tonë, po bën fjalë për shtëpinë tonë, ne s'po flasim për tjerë, për shtëpinë tona, e të jemi të ndërgjegjshëm, të sjellshëm dhe dhash Zoti Madhërisëm që këtij populli t'i sjell, t'i jep lider të dinjitetshëm që na prinë në proceset e mëdha të jetës. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, edhe për kundër faktit se njeriu është krijesë e vlefshme dhe ka potencial të madh, megjithatë ai prapë mbetet krijesë e dobët, e cila në vazhdimsi ka nevojë për mbështetje në Zot dhe për ndihmën e Tij. Asnjë krijesë në jetën e kësaj bote nuk është e pavarur prej Zotit të Madhërisëm, dhe s'ka mundësi asnjëra prej tyre me realizu qëllimin e jetës, qoftë edhe një sekond të vetëm. Jeta në përgjithësi është projekt i Zotit të Madhërisëm. E njeriu është një copës e vogël e këtij projekti të madh, i cili s'ka mundësi të mbijeton pa lejen e Zotit të Madhërisëm dhe pa mbështetjen në Zotin e Madhërisëm. Të ndershëm vëllezër besimtar, në përmbyllje të temës kriteret e jetës, sot me lejen e Zotit të Madhërisëm do ta përfundojmë këtë temë me një prej kritereve shumë të rëndësishme që secili prej nesh duhet me pas me veti në jetën e kësaj bote për mi arrit qëllimet e mira të jetës. Aja ka të bëjmë me mbështetja në Zotin e Madhërisëm. Vëllezër të dashur, ju që e keni përcjellë në vazhdimsi kronikën e kësaj teme, kena përmend shkaqe të ndryshme, kritere të ndryshme të jetës, të cilat lidhen njëra me tjetrën. Dhe qëllimisht e kam lënë të fundit këtë kriter që ka të bëjë me mbështetjen në Zot. E dini pse ka të bëjë kjo? Ky kriter është i rëndësishëm për një jetë. Sepse shumë njerëz këtë dunja dështojnë kur e përjashtojnë mbështetjen në Zotin e Madhërisëm. Ndoshta i ka bërë punë të mira, i ka marrë shkaqet, e ka kryer përgjegjësinë për çka është ngarku. Dhe megjithatë të nesërmën ka dështuar. Pse? Sepse s'ja ka mësuar mbështet në Zotin e Madhërisëm. E gjërat të cilat nuk mbështeten në Zotin e Madhërisëm nuk kanë mundësi me qenë të suksesshme. Sepse mbështetja në Zotin e Madhërisëm është preambula nga cila nisën sukseset në jetën e kësaj bote. Dhe ku e kemi fjalën këtu të dashur vëllezër, historia na ka thënë plot shembuj të ndryshëm se çka do të thonë me mbështet në Zotin dhe çka do të thotë mos më mbështet në Zotin. Për shembull, po e marrim një shembull thjesht dhe do dalim te një shumë interesant. Ke pa në jetën e kësaj bote dy persona shembull e levrojnë të njëjtën arë, njëjtin vend. Edhe mbjellin të njëjtën farë. Dhe njëri thot, unë e kryta emanetin tem, tash po mbështeta në Zotin dhe Zoti e din çka bën me punën tem. Dhe tjetri me kanë arrogant me thonë, unë e mbjella arën dhe s'ka çare pa bin. Ky don mi prek kufit e Zotit Madhërisëm. Ky mendon se edhe Zoti ka hak këtina. A nuk e din se vjen pranvera? Ndoshta një ditë para se me korë grunin, Allahu jep urdhër dhe më i vogël fëmijë lagjës e gjek dhe ti s'u merr në veti. Pse? Sepse askush në sfidon Zotin e Madhërisëm. E di çka do me thonë nëse thu kështu, unë e kam bë punën s'ka çare pa u bë. Pse a ke njëtin dhe me atë grunë dhe me pritur rita? Ti e ke gjujt. Allahu na than Kur'an,
E ka mësu njeriu në Ademin, njëri parë, gjuje farën në tokë. Mbështetu në Zotin e Madhreshëm, e pasaj unë e prej një kokre gruni i baj 700, ose për një kalamoqit 700 e ma shumë. Që në statistikë flitet, Kurani ka përmen këta. Ama Allahu e banë. Ti e ke kry punën ndane pak si njeri. Ama ka ndash më mbështet në Zotin e Madhreshëm. Sepse vëllezër të dashur, dhe ju rini e nderuar, mbështetja në Zotin e Madhreshëm, të pamundurën e ban të mundur, të largëtën e ban të afërt. Edhe sfidën sa do me ka një ranë, mbështetja në Zotin e Madhreshëm e leton. Edhe për shpejton procesin me dalë për krizës. Nëse ti realisht mbështetesh në Allahun Gjelle Gjelalu. Që një shembull çka mbështetja në Zotin. Nuhi a.s. Allahu i thot maru anijen. Mirë po anijen që ka maru Nuhi vlezër, a që kanë e thjesht, a që thjesht u kanë, sa që si pas krejt statistikave, studime që i bojnë inxhinieria, një lumë më i vogël i cili do qytet e kish fundosë. Se o kanë e dopt anija. Nuhi e maroj anijen, me lene Zotë Madhreshëm, me i disë shkretinës. Edhe Allahu tha tash nisur. Qysh më nisë o Zot? Tha hyp në ta, edhe thuj Bismillahi me gjraha, në emrin e Allahut që lëviz gjithë shka. Edhe thuj ju mbështet ati që s'des kur, Allahu xhelle wala. Edhe hyp në ujnë ani me këtë dua, i mbështetën e Zotin e Madhreshëm. Pastaj ngritet uji prej tokës, del për tokë dhe për qirët. Dhe Allahu Gjelle Wala tha wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. E pastaj thot aja lundronte në deti që dallgët e detit e mrishin majën më të lartë të tokës asaj kohe që ka qenë kodra xhudi. Edhe aja lundronte. E kundërta kësaj e marun këtë inxhinierët Titanikun. Gjermane, franceze, amerikane, kuj dishka arabe, egyptas në taje, kuj dishka, inxhinier. Edhe kur e mbarun Titanikun, thanë, asë Zoti s'u ne prapton. Një akëll, një metër me një metër e ka fundosë. Sa i mendoj që Londron, e ka mendoj që detin e ka krijuaj. Njeri thjesht. S'ban matematikat një jetë kështu, o xhamatin ndershëm. O vëllezër, jeta është projekti Allahut Gjelle Wala, nëse shkputesh pe Zotit, nda bërtanin dështon. Nëse mendon që ki forcë dhe ki mençuri, me kalu qof një minutë pa mbështetjen e Zotit, dështon minutën e parë. Sepse funi fundit ti je pronari Allahut Gjelle Wala, edhe shpirti jo pronari. Është në pronësi Zotit Madhreshëm. Veç pak vjen urni Allahut edhe as 1 milimetër së lëviz. Për këtë arsye mbështetja në Zot është prej parimeve fundamentale të besimit tonë. Dhe na mbështetemi në Zot. E kryemi punën shka dina dhe shka muna me bë. Edhe në fund dole o Zot, unë ta lash çështën në dorë ty. Unë ty do mbështeta. Unë e bana sa munda punën tem, por unë u mbështeta në fuqinë tënde, në ata që nuk e di. Në ata që ti ke caktuar të ardhmen, mendoj që ti vetëm ti shike prej këtu. Pra vëllezër, mbështetja në Zotin e Madhreshëm është preambull për cilës niset njeriu në jetën e kësaj bote. Dhe çka do të thonë mbështetja në Zotin e Madhreshëm? Do të thotë që nëse këto argumentet janë kundër, edhe ti ki bindje se çka e kundër ta bëhet pro, çka mbështetja, shkolla më e lartë e mbështetjes në Zotin e Madhreshëm. Janë një shembull thjesht vëllezër, që ka ndodhur me pejgamberët e Allahut Gjelle Wala. Allahu i tha Musës a.s. Meri tha këto popullin tanë, edhe i këtha në mëngjes në detin e Kuç atje, po në Egjipt. Tha se kime kalu detin. Ato as anija, as not, as dhe afrohen në trap të detit. Njerëzit e dopt i tha no Musa, qysh kalojnë atashtë? Ushtria e Firaunit na njek mrapa, deti shumë i madh, qysh dalni? Ku mbështetni tha na?
Musa, sa I qëti pejgamberi Allahut, ai me lejnë Allahut e në shoj Egjiptin. Tha kella inna ma'i rabbi. Tha kur se si nuk dështojmë. Tha se unë jam mbështetë Allahut, me në Allahut, ai më ka thonë e ardhë. Edhe kur afrohen rreth detit, Allah thot Musës, e tash më shoj detit me shkop. Dhe Allahu tha, ketawdhil adhim, është një term shkend që përdoret në Kur'ani, qysh është e mundshme më ndal valët e detit dhe më bë si kodra. Është në oceanetik diskutohet një argument. Allah e ka përmend në Kur'an dhe bën si kodra, valët dhe ky ka përsen për rreth. Hec në vërteti. Dhe kur del atje thot Allahut, po I mësoj me shkop ta kthej shukon. Allahu tha jo. Pse? Tha se unë ku t'ja pur dhe ky bashkohet, jo ku dush ti. Tha ka me ardh Firauni dhe me pa mrekullin tem. Edhe erë Firauni dhe midis rrugës e midis detit ju qel rruga deri më rrimin e thellësitë të detit. E ku mrin thellësitë e detit, Allahu tha tash ky kanë caktimi jam që ky këtu me dhan fund, me marr fund jetën e tij. Edhe urdhë detit bashkohet. Dhe ky tha I besoj Zotit të Musës. Allahu tha vën tash. Jem mbështet në pasuri, s'ban më dobi pasuria. Jem mbështet në ushtri me këtë ushtrinë përfundosësh. Jem mbështet në pushtet, përfundoj pushteti yt dhe do të mbet argument për ata që vinë pas teje se kush kalkulon pa Zotin e Madhërisht kam I dal gabim matematika. Kush e ka mësuar kësaj jete pa mbështetjen në Zot, do del I dështuar prej së bote. Vëllezërit e dashur, edhe një shembull të thjesht të mbështetjes në Zot. Sepse kjo është temë e gjatë, po shkak për mbylljes po I çoj të mesazhe. Ibrahimin alayhis salam kur e gjujtë në zjarm. Edhe ata që e kanë gjujtë në zjarm kanë qenë familja e tij, baba I tij. Thuhet në atë kohë kanë kallë një zjarm të madh sa që as shpend s'u kanë fluturuar. Edhe lidhen Ibrahimin e gjujnë zjarm, me gjujnë zjarm. I thot familja vet, do të gjek zjarmi, do të bëhen shkrum. Tha Allahu më ka thonë nuk gjek. Edhe pse ka kriju Allahu zjarm me gjek. Edhe e gjujnë zjarm. Allahu tha në Kur'an wa qulna ya naru kuni bardan wa salam ala Ibrahim. Na e tham zjarmit Allahu po në Kur'an ftohu. Kuni bardan, bëj ftoft. Dhe mos e gjej Ibrahimin. Edhe I panë mrekullitë Allahu xhallahu ala. Dhe kur e nxjerrin Ibrahimin se su gjeke, I thani çka bën ti këtë moment? Tha kur xhavi që U dorëzova Zotit. Ai më tha kush mbështeten mu, s'ka problem kush e kundra. E kush nuk mbështetet mu, s'ka më rëndësi sa ki forcë ti. Se përballë Allahu xhallahu ala të gjithë dështojnë. Vëllezër, më ka bërë përshtypje një argument shumë I thjeshtë njerëzve të thjeshtë jetës së bote. Pas ka qenë një plagë dhe I thojnë, o filan thot, po bajnë keni krize madhe, edhe tha njerëzit s'kishin me pas bukë. Tha ponë se kam këtë dert. E tha çfarë derti ki ti? Tha Allahu më ka thonë mbështet o tin mu e unë e kam përsi për riskin tanë. Tha unë e kam dert që më mbështet në Zotin e pasaj për ris nuk kam më rëndësi. Sepse ai I cili më ka kriju e ju kam mbështet ati, ai nuk tradhton dora jote, mendja jote, njerëzit. Por Allahu xhallahu ala kush I ka rënë në prehën Allahut, ai gjithmonë fitimtar. Kush e ka lënë çështjen dorë Zotit Madhërisht gjithmonë del fitimtar për situatës dhe për gjërave me cilat mund të sprovohet në jetën e bote. Unë këtu po përfundoj këtë ders, këtë mesazh të shkurtër, duke lutur Zotin e Madhërisht që na përforcon besimin, të na afron afër Tij dhe të na mundson që të mbështetemi në ata I cili s'ka fillim dhe s'ka mbarim dhe në ai cili si përfundon pushteti, ai është Allahu xhallahu ala, sepse jeta kësaj bote është projekti I Allahut subhanahu wa taala, e njeriu është një copës e vogël e këtij projekti që s'ka mundësi t'ia del pa Zotin e Madhërisht. Walhamdulillahi rabbil alamin. El-Fatiha.